Në muajin tetor të vitit 1944, kur partizanët e Enver Hoxhës hynë në pallatin e shefqet Vërlacit në qendër të Tiranës, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Në një kasafort të fshehur pas një paneli druri në bibliotekën private, u zbuluan dokumente që vetëm 3 njerëz në botë i dinin: regjistrat e plot të thesareve të fshehura të familjes Vërlaci, hartat e vendeve ku ishin groposur qypat me monedha ari Napoleona dhe një listë e koduar e kontakteve bankare në Zvicër dhe Itali. Por çudia më e madhe nuk ishte vetëm ekzistenca e këtyre dokumenteve, ishte fakti se ato ishin të organizuara me kujdes, gati sikur dikush i kishte përgatitur për t'i dorëzuar. Brenda 24 orëve, këto dokumente u transferuan drejt për drejt në duart e Enver Hoxhës dhe brenda një jave, ekipet e sigurimit të shtetit shkuan me saktësi kirurgjikale në çdo vend të shënuar në harta. Ata gjetën gjithçka: arin e groposur në themelet e çiftligjeve në Elbasan, dokumentet e pronësisë të fshehura në muret e shtëpive fshatare, madje edhe çelsat e kasafortave në banka të huaja. Por pyetja që ka munduar historianët për 79 vjet mbetet e njëjtë: kush i dorëzoi këto sekrete? Kush e tradhtoi njeriun më të pasur të Shqipërisë në momentin kur ai po përgatitej të arratisej drejt Italisë? Shefqet Vërlaci nuk ishte thjesht një bej i pasur, ai ishte perandoria ekonomike e Shqipërisë së parakomuniste. 3700 hektar tokë nën kontrollin e tij, çiftligje që shtrihen nga Myzeqeja deri në kodrat e Elbasanit, pallate në Tiranë dhe Durrës, dhe një pasuri personale që vlerësohej sa buxheti vjetor i gjithë shtetit shqiptar. Ai kishte qenë kryeministër 2 herë, një herë në vitin 1924 dhe pastaj nën pushtimin italian nga viti 1939 deri në 1941. Por pasuria e tij nuk ishte vetëm në tokë dhe ndërtesa, ajo ishte në arin që ai kishte grumbulluar me dekada, në monedhat që ai kishte fshehur me kujdes në vende që vetëm ai dhe njerëzit më të besuar të tij i dinin. Kur Italia kapitulloi në vitin 1943 dhe gjermanët morën kontrollin e Shqipërisë, Vërlaci e kuptoi se koha e tij po mbaronte. Ai filloi të transferoi pjesë të pasurisë së tij jashtë vendit, por shumica e thesarit mbeti në Shqipëri, sepse lëvizja e sasive të mëdha ari ishte e pamundur nën kontrollin gjerman. Kështu që ai bëri atë që bënin të gjithë aristokratët e kohës, ai e fshehu thesarin dhe u betua se do të kthehej ta merrte kur situata të qetësohej. Por situata nuk u qetësua kurrë. Në vjeshtën e vitit 1944, Ushtria Nacional Çlirimtare e Enver Hoxhës po thërriste çdo qytet, çdo fshat, çdo kodër. Gjermanët po tërhiqeshin drejt veriut dhe me ta po iknin të gjithë ata që kishin bashkëpunuar me pushtuesit. Familjet e mëdha, bejlerët, tregtarët e pasur, të gjithë po përgatiteshin për arratisje. Shefqet Vërlaci, në moshën 65 vjeç, e dinte se nëse mbetej në Shqipëri, fati i tij do të ishte i njëjtë me atë të gjithë armiqve të popullit, pushkatimi ose burgu. Ai mblodhi familjen, mori dokumentet më të rëndësishme dhe në një natë të fundit të tetorit, u nis drejt portit të Durrësit, ku një anije e vogël italiane e priste për ta çuar në Itali. Por para se të largohej, ai bëri një gabim fatal: ai i besoi dikujt që nuk duhej. Ai i la në dorë një njeriu që ai e konsideronte si djalë, një njeri që kishte qenë pjesë e familjes për vite me radhë, të gjitha sekretet e thesarit. Ky njeri nuk ishte Ismail Vërlaci, djali i tij zyrtar, i cili u arratis me babain dhe më vonë u bë një nga liderët kryesor të rezistencës antikomuniste në Mërgim. Ky ishte dikush tjetër, dikush që historia zyrtare nuk e përmend, dikush që emri i tij është fshirë nga arkivat, por që veprimet e tij ndryshuan fatin e një perandorie. Kush ishte ky njeri? Dëshmitë janë të pakta dhe kontradiktore. Disa burime flasin për një djalë të palishëm që Shefqet Vërlaci e kishte njohur zyrtarisht dhe i kishte dhënë rolin e menaxherit të pronave. Të tjerë flasin për një qehajaj, një njeri besnik që kishte shërbyer familjen për dekada dhe që Vërlaci e trajtonte si djalë shpirtëror. Por të gjitha besimet bien dakord në një pikë: ky njeri kishte akses të plot në të gjitha sekretet e familjes. Ai dinte ku ishte groposur ari, ai dinte kodet e kasafortave, ai dinte emrat e kontakteve bankare jashtë vendit. Dhe në një moment kritik, në ditët e fundit para rënies së Tiranës, ky njeri mori një vendim që do ta ndjek për gjithë jetën e tij. Ai vendosi të bëjë një pakt me djallin. Ai vendosi të takojë me emisarët e Enver Hoxhës dhe të ofrojë informacion në këmbim të diçkaje që ai besonte se do ta shpëtonte: imuniteti personal dhe e drejta për të mbajtur një pjesë të pasurisë. Takimi ndodhi në një shtëpi të sigurt në periferi të Tiranës, në një natë pa hënë të fillimit të nëntorit.
Dy emisar të Enver Hoxhës, oficer të lartë të ushtrisë nacional qlirimtare, pritën në një dhomë të vogël të ndriçuar vetëm nga një llam vajguri. Kur njeriu hyri, ai mbante një çantë lëkure të vjetër, të rënë nga pesha e dokumenteve që kishte brenda. Ai ul përballë tyre dhe për një moment heshtja mbushi dhomën. Pastaj ai foli me një zë që dridhej nga frika dhe nga turpi: "Unë ju sjell atë që ju duhet për të shkatëruar Vërlacin. Por në këmbim, unë dua një premtim. Unë dua të jetoj dhe dua të mbaj një pjesë të asaj që babai im më la." Emisarët e shikuan me një shprehje të ftohtë, të palexueshme. Njëri prej tyre, një burr i shkurtër me mustaqe të trasha, i tha: "Shoku Enver është bujar me ata që ndihmojnë revolucionin. Nëse informacioni që ti na jep është i saktë, ti do të kesh mbrojtjen tonë." Ishte një gënjeshtër e përsosur, e thënë me një bindje që bëri që njeriu ta besonte. Ai hapi çantën dhe filloi të nxirrte dokumentet, hartat e thesareve, regjistrat e pronave, kodet e kasafortave. Çdo dokument që ai dorëzoi ishte një gozhd tjetër në arkivolin e familjes së tij. Por pse e bëri? Çfarë e shtyu këtë njeri të tradhtonte njeriun që e kishte rritur, që i kishte dhënë gjithçka? Përgjigjja qëndron në psikologjinë e frikës dhe të iluzionit. Në vjeshtën e vitit 1944, bota e vjetër po shkatërrohej dhe të gjithë po përpiqeshin të shpëtonin atë që mund të shpëtonin. Ky njeri pa që shefqet Vërlaci po largohej, po e linte Shqipërinë, po e braktiste pasurinë. Ai mendoi, ai është i vjetër, ai do të vdes në mërgim. Por unë jam i ri, unë mund të mbijetoj, unë mund të bëj një marrëveshje me fituesit e rinj. Ai nuk e kuptoi se komunistët nuk bënin marrëveshje, ata merrnin gjithçka dhe nuk linin asgjë. Ai nuk e kuptoi se Enver Hoxha e urrente klasën e bejlerëve me një urrëtie që shkonte përtej politikës, ishte një urrëtie personale, viscerale. Për Hoxhën, shkatërimi i Vërlacëve nuk ishte thjesht një akt politik, ishte një trofe personal, një shenjë e fitores së tij mbi botën e vjetër. Dhe kështu, në atë natë të tetorit, ndërsa shefqet Vërlaci po hipte në anijen që do ta çonte në mërgim, ndërsa ai po shikonte për herë të fundit Bregdetin e Durrësit, dikush që ai e konsideronte si djalë po dorëzonte të gjitha sekretet e tij te armiqtë e tij më të mëdhenj. Brenda një jave, partizanët shkuan në Elbasan, gërmuan në themelet e çifligjeve dhe gjetën qypat me monedha ari. Ata shkuan në fshatrat përreth, hynë në shtëpitë që Vërlaci i kishte përdorur si depo sekrete dhe gjetën dokumentet e pronësisë që ai kishte fshehur në mure. Ata shkuan në banka në Tiranë dhe Durrës dhe me kodet që kishin marrë, hapën kasafortat që përmbanin letrat me vlerë dhe kontaktet e huaja. Çdo gjë që Vërlaci kishte ndërtuar për 50 vjet, çdo gjë që ai kishte fshehur me kujdes për t'i shpëtuar konfiskimit, u mor në një operacion që zgjati më pak se një muaj. Dhe burimi i të gjithë këtij informacioni ishte një njeri i vetëm, një njeri që besonte se po shpëtonte veten, por që në të vërtetë po shkruante dënimin e tij. Çfarë ndodhi me këtë njeri pas tradhtisë? Këtu historia bëhet edhe më e errët. Sipas disa dëshmive të ish oficerëve të sigurimit të shtetit, njeriu u mbajt për një kohë të shkurtër në mbrojtje, por kjo mbrojtje ishte vetëm një maskë. Ai u vendos në një shtëpi në periferi të Tiranës, në mbikëqyrje konstante dhe çdo lëvizje e tij regjistrohej. Ai nuk u lejua të mbante asnjë pjesë të pasurisë që i ishte premtuar. Përkundrazi, ai u trajtua si një dëshmitar i rrezikshëm që dinte shumë. Brenda disa muajsh, ai u arrestua me akuzën e bashkëpunimit me fashizmin dhe u dënua me burgim. Disa thonë se ai vdiq në burgun e Burrelit në fund të viteve 40, të tjerë thonë se ai u lirua pas disa vitesh, por jetoi në mjerim të plot, i përbuzur nga të gjithë, pa familje, pa emër, pa asgjë. Ironia tragjike e fatit të tij është se ari që ai dorëzoi për të shpëtuar jetën e tij, u përdor nga regjimi i Enver Hoxhës për të blerë armë, për të ndërtuar burgje dhe për të financuar aparatin e shtypjes që do të vriste mijëra njerëz si ai. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse ndërsa ky njeri po vuante pasojat e tradhtisë së tij, shefqet Vërlaci po jetonte ditët e tij të fundit në mërgim, i shkatëruar nga humbja e adheut dhe e pasurisë. Ai u vendos fillimisht në Rom, ku u takua me djalin e tij zyrtar, Ismail Vërlacin, dhe me anëtar të tjerë të familjes që kishin arritur të aratisnin. Por shëndeti i tij po përkeqësohej shpejt. Ai vuante nga probleme të zemrës, nga depresioni dhe nga një ndjenjë e thellë humbje që e konsumonte çdo ditë. Në fillim të vitit 1946, ai u transferua në Zyri, Zvicër, ku mjekët shpresonin se klima më e mirë do ta ndihmonte. Por asgjë nuk mund ta shpëtonte.
Në 21 korrik të vitit 1946, shefqet Vërlaci vdiq në një dhomë spitali në Zyri, larg adheut të tij, larg tokës që ai e kishte zotëruar, larg gjithçkaje që kishte qenë jeta e tij. Ai vdiq duke ditur se perandoria e tij ishte shkatëruar, por a e dinte ai se kush e kishte tradhtuar? A i kishin arritur lajmet për takimin sekret të tetorit? A e dinte ai se dikush që ai e konsideronte si djalë kishte dorëzuar të gjitha sekretet e tij te Enver Hoxha? Kjo pyetje na çon te një tjetër misteri kësaj historie. Si e mori vesh Enver Hoxha për ekzistencën e këtij njeriu? Si e dinte ai se kishte dik brenda familjes Vërlaci që mund të tradhtonte? Përgjigjja qëndron në rrjetin e spionëve që komunistët kishin ndërtuar gjatë viteve të luftës. Enver Hoxha nuk ishte vetëm një lider ushtarak, ai ishte një manipulator i shkëlqyer, një njeri që e kuptonte psikologjinë njerëzore dhe që dinte si të shfrytëzonte dobësitë e të tjerëve. Ai kishte njerëz kudo, në shtëpitë e bejlerëve, në administratën e pushtuesve, madje edhe në familjet e aristokratëve. Këta njerëz nuk ishin gjithmonë komunistë të bindur, shpesh ishin thjesht njerëz të frikësuar, njerëz që shikonin se era po ndryshonte dhe që donin të ishin në anën e fituesve. Dhe Hoxha u ofronte atyre një iluzion të fuqishëm, idenë se ata mund të shpëtonin, se ata mund të mbanin diçka nga bota e vjetër, nëse vetëm bashkëpunonin. Kjo taktik u përdor në mënyrë sistematike kundër të gjitha familjeve të mëdha të Shqipërisë. Në çdo rast, komunistët identifikonin antarin më të dobët të familjes, atë që kishte më shumë për të humbur, atë që ishte më i frikësuar, dhe i afroheshin atij me një ofertë që dukej e parezistueshme. Dorëzo sekretet dhe ti do të shpëtosh. Familja jote do të shkatërohet, por ti do të jetosh. Ishte një gënjeshtër e përsosur, sepse ajo luante me instinktin më bazë të njeriut, dëshirën për të mbijetuar. Dhe në shumë raste, kjo taktik funksionoi. Familjet u shkatëruan jo vetëm nga forca e jashtme e revolucionit, por nga tradhtia e brendshme, nga fakti se dikush brenda tyre kishte vendosur të shpëtojë veten duke sakrifikuar të tjerët. Por çfarë na mëson kjo histori për natyrën e pushtetit dhe të tradhtisë? Çfarë na tregon ajo për mënyrën se si regjimi komunist i Enver Hoxhës arriti të shkatërrojë një klasë të tërë shoqërore në një kohë kaq të shkurtër? Përgjigjja është se ata nuk e bën vetëm me forcë, ata e bën me manipulim, me frikë, me premtime të rreme. Ata e kuptuan se mënyra më e mirë për të shkatëruar një familje nuk ishte ta sulmosh nga jashtë, por ta bësh atë të shkatërohet nga brenda. Dhe kjo është arsyeja pse historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci është kaq e rëndësishme, sepse ajo na tregon se si një perandori e ndërtuar për gjenerata u shemb jo vetëm nga revolucioni, por nga një vendim i marrë në një natë të errët tetori, nga një njeri që besonte se po shpëtonte veten, por që në të vërtetë po shkruante fundin e gjithçkaje që ai njihte. Dhe tani, 79 vjet më vonë, ne jemi këtu, duke kërkuar të kuptojmë se çfarë ndodhi vërtet. Kush ishte ky njeri që tradhtoi shefqet Vërlacin? Çfarë i ndodhi atij pas tradhtisë? Dhe më e rëndësishmja, a e dinte Vërlaci në momentet e tij të fundit në atë dhomë spitali në Zyri, se dikush që ai e kishte besuar kishte dorëzuar të gjitha sekretet e tij te armiqtë e tij? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin përmes kësaj historie, një historie që nuk është vetëm për një familje të shkatëruar, por për natyrën e tradhtisë, për çmimin e mbijetesës dhe për mënyrën se si historia shpesh shkruhet jo nga fituesit, por nga ata që tradhtojnë në heshtje. Në muajin gusht të vitit 1945, kur reforma agrare u miratua zyrtarisht nga qeveria e re komuniste, çdo gjurmë e perandorisë së shefqet Vërlacit u fshi nga harta e Shqipërisë. 3700 hektar tokë u shpërndan të fshatarët, pallatet u shndërruan në seli qeveritare dhe ari që ishte groposur në themelet e çiftligjeve u transferuan në thesarin e shtetit. Por procesi i këtij shkatërimi nuk filloi në gusht, ai filloi muaj më parë, në ditët e para pas çlirimit të Tiranës, kur ekipet e para të sigurimit të shtetit filluan të ndjekin gjurmët e lëna nga dokumentet e dorëzuara në atë takim sekret të tetorit. Dhe këtu qëndron një detaj që historianët kanë debatuar për dekada. Si ishte e mundur që komunistët të gjenin gjithçka kaq shpejt? Si ishte e mundur që ata të dinin saktësisht ku të gërmonin, cilat mure të hapnin, cilat kasaforta të kontrollonin? Përgjigjja është se ata nuk po kërkonin në errësirë, ata kishin një hartë. Dhe kjo hartë nuk ishte vetëm një dokument fizik, ishte një njohuri e plotë e sistemit që shefqet Vërlaci kishte ndërtuar për të fshehur pasurinë e tij. Sepse Vërlaci nuk ishte naiv, ai e dinte se koha mund të vinte kur ai do të duhej të largohej nga Shqipëria, dhe ai kishte krijuar një sistem të sofistikuar për të mbrojtur thesarin e tij.
Ai kishte përdorur kode, emra të rrem dhe një rrjet njerëzish besnik që secili dinte vetëm një pjesë të sekretit. Asnjë njeri vetëm nuk duhej të dinte gjithçka, përveç vetë Vërlacit dhe një njeriu tjetër, atij që ai e kishte zgjedhur si trashëgimtar të besimit të tij. Dhe ky njeri, ky trashëgimtar i besimit, ishte pikërisht ai që e tradhtoi. Por le të kthehemi pak prapa në kohë, në vitet para tradhtisë, për të kuptuar se si u ndërtua ky sistem dhe pse Vërlaci vendosi t'i besonte dikujt jashtë familjes së tij të ngushtë. Shefqet Vërlaci kishte pasur një jetë të gjatë dhe të komplikuar. Ai kishte lindur në fund të shekullit të 19 në një familje që tashmë ishte e pasur, por që ai e bëri edhe më të pasur përmes martesave strategjike, blerjes së tokave dhe marrëdhënieve të ngushta me pushtetin Osman dhe më vonë me mbretërinë shqiptare. Ai kishte qenë kryeministër 2 herë dhe në të dyja rastet ai kishte përdorur pozicionin e tij për të zgjeruar pasurinë e tij. Por Vërlaci nuk ishte vetëm një oportunist, ai ishte edhe një njeri i mprehtë që e kuptonte se pasuria duhet mbrojtur, se ajo duhet fshehur nga sytë e atyre që mund ta donin. Kështu që në vitet 30, kur tensionet politike në Evropë po rriten dhe kur bëhej e qartë se një luftë e re po vinte, Vërlaci filloi të transferojë pjesë të pasurisë së tij në forma më të sigurta. Ai bleu monedha ari, ai hapi llogari bankare në Zvicër dhe Itali, ai gropos thesare në vende sekrete. Por ai gjithashtu e kuptoi se ai nuk mund të bënte gjithçka vetë, ai kishte nevojë për dikë që mund t'i besonte plotësisht, dikë që do të ishte sytë dhe duart e tij kur ai nuk mund të ishte i pranishëm. Dhe këtu hyn në skenë figura e misterit ton, njeriu që Vërlaci e zgjodhi si menaxher të fshehtë të pasurisë së tij. Kush ishte ky njeri? Siç e kemi thënë, emri i tij nuk shfaqet në asnjë dokument zyrtar, dhe kjo vetë është e dyshimshme. Në një shoqëri ku çdo transaksion, çdo marrëveshje, çdo transferim prone regjistrohej me kujdes, mungesa e emrit të këtij njeriu sugjeron se ai ishte qëllimisht mbajtur jashtë dokumenteve zyrtare. Disa historianë besojnë se ai ishte një djalë i palishëm që Vërlaci e kishte njohur privatisht, duke i dhënë një rol të rëndësishëm por duke e mbajtur larg syt publik për të shmangur skandalin. Të tjerë besojnë se ai ishte një qehajaj, një shërbëtor besnik që kishte punuar për familjen për dekada dhe që Vërlaci e trajtonte si antar të familjes. Por pavarësisht se kush ishte ai, një gjë është e qartë, ai kishte akses të plotë në sekretet më të thella të Vërlacit. Ky akses nuk ishte dhënë lehtë. Vërlaci ishte një njeri i kujdesshëm, madje paranojak, kur vinte puna te pasuria e tij. Ai nuk i besonte askujt lehtësisht, dhe fakti se ai i besoi këtij njeriu tregon se ai e konsideronte atë si dikë që nuk do ta tradhtonte kurrë. Ndoshta ai e shikonte atë si një version më të ri të vetvetes, dikë që kishte të njëjtën mentalitet, të njëjtën kujdes, të njëjtën dëshirë për të mbrojtur atë që ishte ndërtuar. Ose ndoshta ai thjesht nuk kishte zgjedhje tjetër, sepse djali i tij zyrtar, Ismaili, ishte shumë i ri dhe shumë i paeksperimentuar për të menaxhuar një sistem kaq kompleks. Pavarësisht arsyes, vendimi i Vërlacit për t'i besuar këtij njeriu do të rezultonte të ishte gabimi më i madh i jetës së tij. Por le të shohim se çfarë ndodhi në ato ditë kritike të tetorit 1944, kur gjithçka po shkatërrohej. Ushtria gjermane po tërhiqej në panik, partizanët po hynin në qytete dhe kaosi po mbretëronte kudo. Shefqet Vërlaci, i cili kishte qëndruar në Tiranë deri në fund duke shpresuar se situata do të stabilizohej, e kuptoi se koha kishte ardhur për të ikur. Ai mblodhi familjen, përgatiti dokumentet e udhëtimit dhe u përgatit për të lënë gjithçka pas. Por para se të largohej, ai kishte një takim të fundit me njeriu që ai e besonte. Ky takim ndodhi në pallatin e Vërlacit, në bibliotekën private ku ata kishin pasur shumë biseda të tilla më parë. Vërlaci i dha atij instruksione të qarta, mbaje gjithçka të sigurt. Kur unë të kthehem, ne do ta rindërtojmë gjithçka. Por deri atëherë, ti je i vetmi që di ku është gjithçka. Mos i beso askujt. Njeriu premtoi. Ai u betua se do të mbante sekretet, se do të priste kthimin e Vërlacit, se do të ishte besnik deri në fund. Dhe Vërlaci e besoi. Ai e përqafoi atë dhe pastaj u largua, duke mos ditur se ajo do të ishte hera e fundit që ai do ta shihte atë njeri. Brenda disa ditësh, Vërlaci ishte në Durrës, duke pritur anijen që do ta çonte në Itali. Dhe në të njëjtën kohë, njeriu që ai sapo kishte përqafuar po ulej në një dhomë të errët me 2 emisar të Enver Hoxhës, duke hapur çantën e tij të lëkurë dhe duke filluar të dorëzojë sekretet. Çfarë ndodhi në atë dhomë? Çfarë u tha? Çfarë premtimesh u bën?
Fatkeqësisht nuk ka asnjë regjistrim zyrtar të atij takimi, sepse komunistët ishin të kujdesshëm për të mos lënë gjurmë të operacioneve të tyre më të errëta. Por bazuar në dëshmi të tjera të ngjashme nga ajo kohë, ne mund të rikrijojmë atë që ndoshta ndodhi. Emisarët e Hoxhës ndoshta filluan me një ton miqësor, duke e siguruar njeriun se ata e kuptonin pozicionin e tij, se ata nuk e konsideronin atë si armik, por si një viktim të sistemit të vjetër. Ata ndoshta i thanë se revolucioni nuk ishte kundër njerëzve si ai, por kundër aristokratëve si Vërlaci që kishin shfrytëzuar popullin për dekada. Dhe pastaj ata ndoshta i ofruan atij një zgjidhje: nëse ti na ndihmon, nëse ti na tregon ku është pasuria e Vërlacit, ne do të mbrojmë. Ti nuk do të vuash fatin e tij. Ti do të kesh një jetë të re, një fillim të ri. Ishte një ofertë e përsosur për një njeri të frikësuar. Dhe njeriu e pranoi. Ai nxori dokumentet, ai tregoi hartat, ai dha kodet. Çdo sekret që Vërlaci i kishte besuar atij, ai e dorëzoi në atë natë. Dhe kur takimi mbaroi, ai u largua duke besuar se kishte bërë zgjedhjen e duhur, se ai kishte shpëtuar veten. Por në të vërtetë, ai sapo kishte nënshkruar dënimin e tij. Sepse Enver Hoxha nuk kishte asnjë qëllim për ta mbajtur premtimin e tij. Për Hoxhën, ky njeri ishte vetëm një mjet, një burim informacioni që do të përdorej dhe pastaj do të hidhej. Dhe kështu filloi operacioni më i madh i konfiskimit në historinë e Shqipërisë komuniste. Brenda disa ditësh pas takimit, ekipet e sigurimit të shtetit u dërguan në Elbasan. Ata shkuan në çiftligjet e Vërlacit dhe duke përdorur hartat që kishin marrë, ata filluan të gërmojnë. Në themelet e një shtëpie të vjetër fshatare, ata gjetën çypat e para me monedha ari. Ishin qindra monedha Napoleona, secila me peshën e plot të arit të pastër. Ata vazhduan të gërmojnë dhe gjetën më shumë. Në një bodrum të fshehur në një stall, ata gjetën dokumente të pronësisë që Vërlaci kishte fshehur për t'i mbrojtur nga konfiskimi i mundshëm. Në një mur të gërmuar në një shtëpi tjetër, ata gjetën letra me vlerë dhe kontakte bankare. Çdo gjetje konfirmonte saktësinë e informacionit që kishin marrë. Dhe me çdo gjetje, Enver Hoxha bëhej më i sigurt se ai kishte fituar jo vetëm një luftë ushtarake, por edhe një luftë ekonomike. Sepse pasuria e Vërlacit nuk ishte vetëm një thesar personal, ajo ishte një simbol i botës së vjetër, i sistemit që komunistët donin të shkatëronin. Duke e marrë atë pasuri, duke e shpërndarë atë te populli, ose më saktë, duke e përdorur atë për të financuar regjimin e ri, Hoxha po dërgonte një mesazh të qartë: bota e vjetër kishte mbaruar dhe askush nuk mund të shpëtonte nga revolucioni. Por ndërsa kjo operacion po zhvillohej në Shqipëri, shefqet Vërlaci ishte në Itali, duke pritur lajme nga atdheu. Ai nuk e dinte ende se çfarë kishte ndodhur, ai ende shpresonte se pasuria e tij ishte e sigurt, se njeriu që ai kishte besuar po e mbante premtimin e tij. Por lajmet filluan të arrinin ngadalë. Të arratisur të tjerë që kishin arritur në Itali filluan të flasin për konfiskimet masive, për ekipet që po gërmonin në çiftligje, për gjetjet e thesareve të fshehura. Dhe Vërlaci filloi të kuptoj se diçka kishte shkuar shumë keq. Ai filloi të bëj pyetje, të kërkojë informacion, të përpiqej të kontaktojë njerëz në Shqipëri. Por çdo përgjigje që ai merrte e bënte situatën më të qartë, ai ishte tradhtuar. Si e mori ai këtë lajm? Si reagoi ai kur e kuptoi se dikush që ai e kishte besuar plotësisht e kishte shitur të armiqtë e tij? Nuk ka asnjë dëshmi të drejtë për drejtë, por ata që e njohën atë në ato ditë thonë se ai u shkatërrua plotësisht. Ai nuk ishte më njeriu i fortë, i sigurt që kishte qenë dikur. Ai u bë i heshtur, i tërhequr, i konsumuar nga një hidhërim që nuk mund ta shprehte me fjalë. Ai e kuptoi se ai nuk kishte humbur vetëm pasurinë e tij, ai kishte humbur gjithçka. Atdheun, familjen e zgjeruar, trashëgimin që ai kishte ndërtuar për gjenerata. Dhe më e keqja, ai e kuptoi se kjo humbje nuk kishte ardhur vetëm nga forca e jashtme e revolucionit, por nga tradhtia e brendshme, nga fakti se dikush që ai e kishte dashur si djalë e kishte shitur atë për një premtim të rrem shpëtimi. Kjo e vërteta e shkatërroi atë. Brenda disa muajsh, shëndeti i tij u përkeqësua dramatikisht. Ai filloi të vuante nga probleme të rënda të zemrës, nga pagjumësia, nga depresioni i thellë. Mjekët në Rom i rekomanduan të shkonte në Zvicër, ku klima ishte më e mirë dhe ku ai mund të merrte trajtim më të mirë. Por asgjë nuk mund ta shpëtonte. Sepse sëmundja e tij nuk ishte vetëm fizike, ajo ishte shpirtërore. Ai kishte humbur vullnetin për të jetuar, ai kishte humbur çdo shpresë se gjërat mund të ndryshonin.
Dhe në 21 korrik të vitit 1946, në një dhomë spitali në Zyri, ai dha shpirt, larg gjithçkaje që kishte qenë jeta e tij. Por historia nuk mbaron me vdekjen e Vërlacit. Sepse ndërsa ai po vdiste në Zvicër, njeriu që e kishte tradhtuar po jetonte një jetë të ndryshme në Shqipëri. Dhe kjo jetë nuk ishte ajo që ai kishte shpresuar. Premtimet që ishin bërë në atë dhomë të errët tetori nuk u mbajtën kurrë. Ai nuk u mbrojt, ai nuk u lejua të mbante asnjë pjesë të pasurisë. Përkundrazi, ai u trajtua si një dëshmitar i rrezikshëm që dinte shumë. Ai u vendos në mbikëqyrje konstante, çdo lëvizje e tij regjistrohej, çdo kontakt i tij kontrollohej. Dhe pastaj, kur sigurimi i shtetit vendosi se ai nuk ishte më i dobishëm, ai u arrestua. Akuza ishte e thjeshtë dhe ironike, bashkëpunim me fashizmin. Njeriu që kishte tradhtuar Vërlacin për të shpëtuar nga akuza e bashkëpunimit me fashizmin, tani po akuzohej për të njëjtën gjë. Ai u dënua me burgim dhe u dërgua në burgun e Burrelit, një nga burgjet më të tmerrshme të regjimit komunist. Atje, ai jetoi në kushte të tmerrshme, duke punuar në miniera, duke vuajtur nga uria dhe sëmundjet, duke qenë i përbuzur nga të burgosurit e tjerë që e dinin se ai ishte një tradhtar. Disa thonë se ai vdiq në burg në fund të viteve 40, të tjerë thonë se ai u lirua pas disa vitesh, por jetoi në mjerim të plot, pa familje, pa miq, pa asgjë. Pavarësisht se cili version është i vërtet, një gjë është e qartë, fati i tij ishte një ironi tragjike. Ai kishte tradhtuar për të shpëtuar, por në fund ai humbi gjithçka, madje edhe atë që ai mendonte se do të mbante, jetën e tij. Dhe kështu, historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci mbyllet me dy tragjedi, tragjedia e shefqet Vërlacit që vdiq i shkatëruar nga tradhtia dhe tragjedia e tradhtarit që zbuloi shumë vonë se premtimet e Enver Hoxhës ishin të rreme. Por pyetja që mbetet është, a mund të kishte qenë ndryshe? A kishte ndonjë mënyrë që ky njeri të mos tradhtonte? A kishte ndonjë mënyrë që Vërlaci të shpëtonte pasurinë e tij? Apo ishte e gjitha e paevitueshme, një pasojë e domosdoshme e një bote që po shkatërrohej dhe një revolucioni që nuk linte asgjë pas? Në muajin mars të vitit 1947, kur regjimi komunist i Enver Hoxhës ishte tashmë i konsoliduar plotësisht në pushtet, u zhvillua një proces gjyqësor që tërhoqi vëmendjen e gjithë vendit. Në bankën e të akuzuarve ishin 10 njerëz, të gjithë të akuzuar për bashkëpunim me fashizmin dhe sabotim kundër revolucionit. Midis tyre ishte edhe një njeri që emri i tij nuk u përmend kurrë në shtypin zyrtar, por që ata që ishin në sallën e gjyqit e njihnin mirë, ishte njeriu që kishte tradhtuar shefqet Vërlacin. Ai u paraqit në gjyq i dobësuar, i sëmur, me një shprehje në fytyrë që tregonte se ai e kishte kuptuar tashmë se çfarë kishte bërë dhe çfarë do të ndodhte me të. Gjyqtarët e lexuan akuzën dhe ai nuk tha asgjë në mbrojtjen e tij. Ai thjesht uli kokën dhe pranoi fajin. U dënua me 20 vjet burgim, një dënim që në kushtet e burgut shqiptar të asaj kohe ishte pothuajse një dënim me vdekje. Por pse po flasim për këtë proces gjyqësor? Sepse ai na tregon diçka të rëndësishme për mënyrën se si regjimi komunist trajtonte ata që e kishin ndihmuar. Njeriu që kishte dorëzuar sekretet e Vërlacit nuk u shpërblye, ai u dënua. Dhe kjo nuk ishte një rast i izoluar, kjo ishte një model që u përsërit përsëri dhe përsëri gjatë viteve të para të regjimit. Komunistët përdornin njerëzit që tradhtuan familjet e tyre dhe pastaj i hidhnin ata. Sepse për Enver Hoxhën, një tradhtar ishte gjithmonë një tradhtar, pavarësisht se kë kishte tradhtuar. Nëse ai kishte tradhtuar familjen e tij për të shpëtuar veten, atëherë ai mund të tradhtonte edhe regjimin nëse do të ishte në interesin e tij. Kështu që mënyra më e sigurt për të trajtuar një tradhtar ishte ta eliminojë atë, ose fizikisht ose duke e burgosur për aq kohë sa ai të mos ishte më një kërcënim. Kjo logjikë e ftohtë, e pamëshirshme, ishte në zemër të mënyrës se si Enver Hoxha ndërtoi dhe mbajti pushtetin për 41 vjet. Ai nuk besonte askënd, ai nuk i lejonte askujt të bëhej shumë i fuqishëm, ai eliminonte çdo kërcënim të mundshëm para se ai të bëhej real. Dhe kjo qasje filloi që në ditët e para pas çlirimit, kur ai përdori tradhtarët për të shkatëruar botën e vjetër dhe pastaj i shkatërroi vetë tradhtarët për të siguruar se askush nuk do të kishte informacion që mund ta përdorte kundër tij. Por le të kthehemi te historia jon kryesore dhe të shohim se çfarë ndodhi me pasurinë e Vërlacit pasi ajo u konfiskua. Ari që u gjet në çiftligjet e Elbasanit u transferua në thesarin e shtetit dhe u përdor për të financuar blerjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake nga Bashkimi Sovjetik.
Dokumentet e pronësisë u shkatëruan ose u ruajtën në arkivat e sigurimit të shtetit si provë e krimeve të klasës së bejlerëve. Pallatet dhe shtëpitë e Vërlacit u shndërruan në seli qeveritare, shkolla dhe banesë për funksionarë të lartë të partisë. Dhe toka, 3700 hektar tokë që kishte qenë zemra e perandorisë së Vërlacit, u shpërnda te fshatarët në kuadër të reformës agrare. Por a u përfituan vërtet fshatarët nga kjo shpërndarje? Kjo është një pyetje që ka nxitur debate të shumta midis historianëve. Në teori, reforma agrare ishte një akt i drejtësisë sociale, një mënyrë për të dhënë tokën atyre që e punonin atë. Por në praktik, toka që u shpërnda nuk u bë kurrë pronë e vërtetë e fshatarëve. Brenda disa vitesh, regjimi filloi procesin e kolektivizimit, duke i detyruar fshatarët të bashkohen në kooperativa ku toka nuk ishte më e tyre, por e shtetit. Kështu që në fund, toka e Vërlacit nuk shkoi te fshatarët, ajo shkoi te shteti, dhe shteti e përdori atë për të kontrolluar prodhimin bujqësor dhe për të mbajtur fshatarët nën kontroll. Kjo është një tjetër ironi e historisë. Revolucioni që pretendonte se po luftonte për fshatarët, në fund i shndërroi ata në sklevër të një sistemi edhe më shtypës se ai i bejlerëve. Të paktën nën bejlerët, fshatarët kishin një lloj autonomie, ata mund të negocionin kushtet e punës, ata mund të linin tokën dhe të shkonin diku tjetër. Por në regjimin komunist, ata u bën robër të tokës, të detyruar të punojnë në kooperativa ku ata nuk kishin asnjë të drejtë, ku ata nuk mund të largoheshin pa leje, ku ata jetonin në varfëri të skajshme ndërsa prodhimi i tyre shkonte për të financuar projektet e mëdha të regjimit. Por le të kthehemi te pyetja që ka qenë në qendër të kësaj historie që nga fillimi, kush ishte vërtet njeriu që tradhtoi shefqet Vërlacin? Deri tani, ne kemi folur për të sipër një figurë të paqartë, një hije në historinë e familjes Vërlaci. Por a ka ndonjë mënyrë për ta identifikuar atë? A ka ndonjë dokument, ndonjë dëshmi, ndonjë emër që mund të na çojë te e vërteta? Kërkimet e fundit në arkivat e sigurimit të shtetit, të cilat janë hapur pjesërisht pas rënies së komunizmit, kanë zbuluar disa gjurmë interesante. Në një dosje të klasifikuar që mban kodin Operacioni Thesar, ka një listë emrash të njerëzve që bashkëpunuan me sigurimin gjatë procesit të konfiskimit të pronave të familjeve të mëdha. Midis këtyre emrave, ka një që është i lidhur drejt për drejt me familjen Vërlaci. Emri është i fshirë pjesërisht, por inicialet janë të lexueshme dhe ato përputhen me një person që ishte i njohur si menaxher i pronave të Vërlacit në vitet 40. Ky person nuk ishte djalë biologjik i shefqet Vërlacit, por ai ishte një i afërm i largët i familjes që kishte punuar për Vërlacin për më shumë se 20 vjet. Sipas dokumenteve, ky person u takua me oficer të sigurimit të shtetit në fillim të nëntorit 1944 dhe ai dorëzoi informacion të detajuar për vendodhjen e thesareve të Vërlacit. Në këmbim, atij ju premtua mbrojtje dhe trajtim i favorshëm nga shteti i ri. Por siç e kemi parë, kjo premtim nuk u mbaj. Personi u arrestua në vitin 1947 dhe u dënua me burgim. Ai vdiq në burgun e Burrelit në vitin 1950, në moshën 52 vjeç, nga tuberkulozi dhe keqtrajtimi. Kjo zbulim na jep një pamje më të qartë të asaj që ndodhi, por ajo gjithashtu ngre pyetje të reja. Nëse ky person ishte një i afërm i largët, pse Vërlaci i besoi atij aq shumë? Pse ai nuk i besoi më shumë djalit të tij zyrtar, Ismailit? Përgjigjja ndoshta qëndron në faktin se Ismaili ishte shumë i ri dhe i pa eksperimentuar në atë kohë. Ai kishte vetëm 25 vjeç në vitin 1944 dhe ai nuk kishte përvojën e nevojshme për të menaxhuar një sistem kaq kompleks. Ndërsa i afërmi i largët kishte punuar për Vërlacin për dekada, ai e njihte çdo detaj të biznesit, ai kishte marrëdhënie me të gjithë njerëzit kyç, ai ishte i besueshëm dhe i aftë. Kështu që për Vërlacin, zgjedhja ishte e qartë. Ai do t'i besonte atij që kishte provuar besnikërinë e tij për vite me radhë. Por kjo zgjedhje u tregua fatale. Sepse njeriu që kishte qenë besnik për 20 vjet, në fund tradhtoi në momentin më kritik. Dhe kjo na çon te pyetja më e thellë e kësaj historie: çfarë e shtyu atë të tradhtonte? A ishte thjesht frika për jetën e tij? A ishte dëshira për të mbajtur një pjesë të pasurisë? Apo kishte diçka më të thellë, një ndjenjë hidhërimi ose pakënaqësie që kishte grumbulluar për vite? Disa historianë sugjerojnë se ky njeri ndoshta kishte ndjerë gjithmonë se ai ishte trajtuar si një shërbëtor, jo si një antar i vërtet i familjes. Pavarësisht se ai kishte punuar për Vërlacin për dekada, pavarësisht se ai kishte qenë besnik dhe i aftë, ai nuk kishte marrë kurrë statusin që ai besonte se meritonte.
Ai nuk ishte përfshirë në testamentin e vërlacit, ai nuk kishte asnjë të drejtë ligjore mbi pasurinë, ai ishte thjesht një menaxher i paguar. Dhe ndoshta, në ato ditë të fundit të tetorit, kur ai pa që vërlaci po largohej dhe po e linte atë pas, ai ndjeu një ndjenjë tradhtie nga ana e vërlacit. Ai mendoi, unë i kam dhënë këtij njeriu 20 vjet të jetës sime, dhe tani ai po më lë këtu për të përballuar pasojat. Nëse kjo teori është e vërtet, atëherë tradhtia e tij nuk ishte vetëm një akt frike, por edhe një akt hakmarrje. Ai tradhtoi vërlacin sepse ai ndjeu se vërlaci e kishte tradhtuar atë më parë. Dhe kjo na jep një pamje më njerëzore, më tragjike të asaj që ndodhi. Sepse në fund, kjo nuk ishte thjesht një histori e një tradhtari që shiti sekretet për të shpëtuar veten, kjo ishte një histori e dy njerëzve që tradhtuan njëri tjetrin, secili duke besuar se po bënte atë që ishte e drejtë. Por pavarësisht motiveve, pasojat ishin të njëjta. Shefqet vërlaci humbi gjithçka dhe vdiq i shkatëruar. Tradhtari humbi gjithçka dhe vdiq në burg. Dhe Enver Hoxha fitoi gjithçka duke përdorur tradhtinë e njërit për të shkatëruar tjetrin dhe duke përdorur pasurinë e të dy për të ndërtuar regjimin e tij të ri. Kjo është mënyra se si historia shpesh funksionon, jo përmes heroizmit dhe sakrificës, por përmes tradhtisë dhe manipulimit, përmes njerëzve që bëjnë zgjedhje të këqija në momente kritike, dhe përmes liderëve që shfrytëzojnë këto zgjedhje për qëllimet e tyre. Dhe tani, 77 vjet pas atyre ngjarjeve, ne jemi këtu, duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë ndodhi vërtet. Ne kemi dokumente, ne kemi dëshmi, ne kemi teori. Por a kemi ne të vërtetën e plotë? A do ta dim ndonjëherë emrin e vërtet të tradhtarit? A do ta dim ndonjëherë se çfarë u tha në atë dhomë të errët tetori? Ndoshta jo. Ndoshta disa sekrete do të mbeten të varrosura përgjithmonë në arkivat e sigurimit të shtetit, ose në memorjet e atyre që vdiqën pa folur. Por ajo që ne dim është kjo, historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci është një histori që na mëson për natyrën e pushtetit, për çmimin e tradhtisë dhe për mënyrën se si revolucionet shkatërrojnë jo vetëm sistemet, por edhe njerëzit që jetonin në ato sisteme. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm i kësaj historie, se në kohë revolucioni, askush nuk është i sigurt, askush nuk mund të besojë plotësisht, dhe çdo zgjedhje që bëhet mund të ketë pasoja që zgjasin për gjenerata. Shefqet Vërlaci bëri zgjedhjen për t'i besuar dikujt që nuk duhej. Tradhtari bëri zgjedhjen për të tradhtuar në shpresë të shpëtimit. Dhe të dy paguan çmimin më të lartë. Por historia e tyre nuk është vetëm e tyre, ajo është historia e mira njerëzve të tjerë që jetuan përmes asaj kohe, që bën zgjedhje të ngjashme dhe që vuajtën pasoja të ngjashme. Dhe për këtë arsye, kjo histori meriton të tregohet, të studiohet dhe të mbahet gjallë në memorien kolektive të kombit shqiptar. Vazhdimi i skenarit, pakti i fshehtë i familjes Vërlaci. Pjesa e dytë, zhvillimi, kapitujt 4-6. Në muajin prill të vitit 1945, kur pranvera po kthehej në Shqipëri dhe kur pemët e Elbasanit po lulëzonin për herë të parë pas luftës, një grua e vjetër u paraqit në zyrën e sigurimit të shtetit në Tiranë. Ajo mbante në duar një kuti të vogël metalike, të ndryshkur nga koha, dhe ajo kërkoi të fliste me dikë që kishte autoritet. Oficeri që e priti e pyeti se çfarë donte, dhe ajo, me një zë që dridhej nga mosha dhe nga emocioni, i tha: "Unë kam diçka që ju duhet ta dini për familjen Vërlaci. Diçka që askush tjetër nuk e di." Oficeri e shikoi me dyshim, sepse në ato muaj pas çlirimit, qindra njerëz vinin çdo ditë duke pretenduar se kishin informacion të rëndësishëm, duke shpresuar se do të fitonin favor nga pushteti i ri. Por kjo grua ishte ndryshe. Ajo nuk kërkonte asgjë për veten e saj, ajo thjesht donte të fliste. Dhe kur ajo hapi kutin dhe nxori atë që kishte brenda, oficeri kuptoi se kjo nuk ishte një rast i zakonshëm. Brenda kutis ishin letra të vjetra të shkruara me dorë, të dërguara nga shefqet Vërlaci të dikush që ai e quante motra ime shpirtërore. Këto letra nuk ishin dokumente zyrtare, ato nuk përmbanin informacion përthesare apo prona. Ato ishin diçka shumë më personale, shumë më njerëzore. Ato ishin mendimet private të Vërlacit, shqetësimet e tij, frikrat e tij dhe mbi të gjitha, dyshimet e tij për njerëzit që e rrethonin. Në një nga letrat, të datuar në shtator të vitit 1944, vetëm një muaj para aratisjes së tij, Vërlaci shkruante: "Unë nuk di më se kujt mund t'i besoj. Çdo njeri që më afrohet, unë pyes veten, apo më shërben ai mua, apo po shërben dikë tjetër? Edhe ata që unë i kam konsideruar si familje, tani më duken si të huaj.
Ndoshta kjo është çmimi i pushtetit, të jesh gjithmonë i vetëm, gjithmonë i dyshim. Kjo letër, e shkruar me një shkrim të rënduar nga ankthi, zbulonte një anë të vërlacit që historia zyrtare nuk e kishte parë kurrë, jo aristokratin e ftohtë dhe të sigurt, por një njeri të thyer nga paranoja, të konsumuar nga frika se ai do të tradhtohej. Dhe frika e tij nuk ishte e pabazuar. Sepse siç e dim tani, ai u tradhtua. Por pyetja që kjo letër ngre është, a e dinte ai se kush do ta tradhtonte? A kishte ai dyshime për njeriu që në fund e shiti? Në një letër tjetër, të datuar vetëm 2 javë para aratisjes, Vërlaci shkruante diçka edhe më shqetësuese. Sot pash diçka në sytë e tij që nuk më pëlqeu. Ai më shikoi me një shprehje që nuk e kisha parë kurrë më parë. Ishte një shprehje urrejtje? Apo ishte frikë? Unë nuk e di. Por për herë të parë, unë ndjeva se ndoshta unë kam bërë një gabim duke i besuar atij aq shumë. Kjo letër nuk përmend emrin e personit për të cilin po fliste Vërlaci, por konteksti e bën të qartë se ai po fliste për njeriu që menaxhonte pasurinë e tij, njeriu që më vonë do ta tradhtonte. Kjo do të thotë se Vërlaci kishte dyshime, ai kishte parë shenja paralajmëruese, por ai nuk veproi sipas tyre. Pse? Ndoshta sepse ai nuk kishte zgjedhje tjetër, ndoshta sepse ai ishte shumë vonë për të ndryshuar planet, ose ndoshta sepse ai nuk donte të besonte se dikush që ai e kishte trajtuar si djalë mund ta tradhtonte. Grua e vjetër që solli këto letra në sigurimin e shtetit ishte motra e vërtetë e shefqet Vërlacit, një grua që kishte jetuar gjithë jetën në hijen e vëllait të saj të famshëm. Ajo kishte qenë konfidente e tij për dekada, personi të cilit ai shkruante kur ai nuk mund t'i besonte askujt tjetër. Dhe tani, në prill të vitit 1945, kur vëllai i saj ishte në mërgim dhe kur perandoria e tij ishte shkatëruar, ajo erdhi për të dorëzuar këto letra. Pse e bëri ajo këtë? Oficeri e pyeti dhe përgjigja e saj ishte e thjeshtë dhe shkatëruese, sepse unë dua që bota ta di se vëllai im nuk ishte ai që propaganduesit tuaj po thonë se ishte. Ai nuk ishte një monster i ftohtë që shfrytëzonte njerëzit pa ndjenjë. Ai ishte një njeri që vuante, që kishte frikë, që u tradhtua nga ata që ai donte. Dhe unë dua që kjo e vërtet të dihet, edhe nëse kjo do të thotë që unë do të vuaj për këtë. Dhe ajo vuajti. Brenda një muaji pas dorëzimit të letrave, ajo u arrestua me akuzën e fshehjes së pronave të armiqve të popullit. Ajo u dënua me 5 vjet burgim dhe u dërgua në një kamp pune në veri të Shqipërisë. Ajo vdiq atje në vitin 1949, në moshën 63 vjeç, nga pneumonia dhe keqtrajtimi. Por letrat që ajo dorëzoi mbeten në arkivat e sigurimit të shtetit dhe ato na japin sot një dritare të rrallë në botën e brendshme të shefqet Vërlacit, në mendimet dhe ndjenjat e tij në ato ditë të fundit para shkatërimit. Ato na tregojnë se ai nuk ishte thjesht një viktimë e revolucionit, ai ishte edhe një viktimë e paranojës së tij, e paftësisë së tij për të besuar plotësisht dhe në fund e gabimit të tij për të besuar njeriu e gabuar në momentin e gabuar. Por le të kthehemi te njeriu që e tradhtoi, sepse historia e tij është po aq tragjike sa ajo e Vërlacit. Ne e dim tani se ai u arrestua në vitin 1947 dhe u dënua me burgim. Por çfarë ndodhi me të në ato 2 vjet midis tradhtisë dhe arrestimit? Si jetoi ai duke ditur se ai kishte tradhtuar njeriu që e kishte rritur? A kishte ai pendim? Apo ai ende besonte se ai kishte bërë zgjedhjen e duhur? Për të kuptuar këtë, ne duhet të shohim dëshminë e një njeriu që e njihte atë në ato vite, një ish oficer i sigurimit të shtetit që ishte caktuar për ta mbikëqyrur atë pas tradhtisë. Ky oficer, i cili dha një intervistë të rrallë në vitet 90 pas rënies së komunizmit, tregoi një histori që na jep një pamje të brendshme të asaj që ndodhi. Sipas këtij oficeri, tradhtari jetoi në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, në mbikëqyrje konstante. Ai nuk lejoi të punonte, ai nuk lejoi të takonte njerëz, ai jetonte në një lloj burgu të hapur. Çdo ditë, oficeri shkonte ta vizitonte dhe çdo ditë ai e gjente atë në të njëjtën gjendje, të ulur në një karrige pranë dritares, duke shikuar rrugën, duke pritur diçka që nuk vinte kurrë. Oficeri i tha, ai nuk fliste shumë. Kur unë e pyesja se si ndihej, ai thjesht tund kokën dhe thoshte mirë. Por unë e shija në sytë e tij se ai nuk ishte mirë. Ai ishte i shkatëruar nga brenda. Ai kishte bërë një zgjedhje që ai mendonte se do ta shpëtonte, por tani ai po kuptonte se ai kishte humbur gjithçka, familjen, respektin, madje edhe veten e tij. Një ditë, në verën e vitit 1946, oficeri e gjeti atë duke qarë.
ishte hera e parë që ai e kishte parë atë duke shfaqur emocione. Oficeri e pyeti se çfarë kishte ndodhur dhe tradhtari, me një zë të thyer, i tha: "Unë sapo mora lajmin se shefqet Vërlaci vdiq në Zvicër. Ai vdiq duke menduar se unë e tradhtova përpara, për pushtet, për diçka të ulët. Por e vërteta është se unë e tradhtova sepse unë kisha frikë. Unë kisha frikë se nëse unë nuk e bëja, unë do të vdisja. Dhe tani, ai ka vdekur dhe unë jam ende gjallë, por unë dëshiroj të isha vdekur në vend të tij. Sepse të paktën ai vdiq duke ditur se ai ishte i pafajshëm. Por unë do të jetoj duke ditur se unë jam fajtor për shkatërimin e tij." Kjo rrëfim na jep një pamje të ndryshme të tradhtarit. Ai nuk ishte një njeri i keq që tradhtoi për fitim personal, ai ishte një njeri i dobët që tradhtoi nga frika dhe që pastaj u konsumua nga faji. Dhe kjo na çon te një pyetje më e thellë: a mund ta fajsojmë ne plotësisht një njeri që tradhtoi në presionin e një regjimi që përdorte frikën si armën kryesore? A mund ta quajmë ne atë një tradhtar, apo duhet ta quajmë atë një viktim të një sistemi që e detyroi të zgjedhë midis jetës së tij dhe besnikërisë ndaj atij që e kishte rritur? Kjo është një pyetje që nuk ka një përgjigje të thjeshtë, sepse e vërteta është se ai ishte të dyja. Ai ishte një tradhtar dhe një viktim, ai ishte fajtor dhe i pafajshëm në të njëjtën kohë. Por pavarësisht se si e gjykojmë ne atë, fakti mbetet se veprimet e tij patën pasoja që shkuan përtej jetës së tij personale. Sepse tradhtia e tij nuk shkatërroi vetëm shefqet Vërlacin, ajo shkatërroi një klasë të tërë shoqërore. Pasuria që ai dorëzoi u përdor nga Enver Hoxha për të konsoliduar pushtetin e tij, për të blerë besnikërinë e ushtrisë, për të ndërtuar aparatin e shtypjes që do të mbante Shqipërinë nën kontroll për 41 vjet. Çdo monedhe ari që u gjet në çiftligjet e Elbasanit, çdo dokument që u dorëzua në atë takim të errët tetori, kontribuoi në ndërtimin e një regjimi që do të vriste dhjetëra mijëra njerëz, që do të burgos qindra mijëra të tjerë, dhe që do të mbante një kombë të tërë në varfëri dhe frikë për gjenerata. Dhe kjo është ironia më e madhe e kësaj historie. Njeriu që tradhtoi për të shpëtuar jetën e tij, në fund kontribuoi në krijimin e një sistemi që do të merrte jetën e mijëra njerëzve të tjerë. Ai mendoi se ai po bënte një zgjedhje personale, një zgjedhje që do të ndikonte vetëm në të dhe në Vërlacin. Por në të vërtetë, ai po bënte një zgjedhje historike, një zgjedhje që do të ndikonte në fatin e një kombi të tërë. Dhe kjo është mësimi më i tmerrshëm i kësaj historie, se në kohë revolucioni nuk ka zgjedhje personale, çdo veprim ka pasoja që shkojnë përtej individit, dhe çdo tradhtim kontribuon në ndërtimin e një sistemi që në fund do të glabërojë edhe tradhtarin vetë. Në muajin dhjetor të vitit 1947, kur dimri kishte mbërritur me forcë të plot në Shqipëri dhe kur bora kishte mbuluar malet e Burrelit, një grup të burgosurish u transferuan në burgun e ri që sapo ishte ndërtuar atje. Midis tyre ishte edhe tradhtari i Vërlacëve, tani një njeri i thyer fizikisht dhe shpirtërisht, i dënuar me 20 vjet burgim për bashkëpunim me fashizmin. Kur ai hyri në burgun e Burrelit, ai u prit nga një pamje që do ta ndjek për pjesën e mbetur të jetës së tij të shkurtër, qindra të burgosur të tjerë, të gjithë të akuzuar për krime të ngjashme, të gjithë duke vuajtur në kushte që ishin më keq se çdo gjë që ai kishte imagjinuar. Dhe midis këtyre të burgosurve, ai gjeti njerëz që ai njihte, njerëz që kishin qenë pjesë e botës së vjetër, njerëz që kishin shërbyer familje të mëdha si Vërlacët. Kur këta njerëz e mësuan se kush ishte ai, kur ata kuptuan se ai ishte njeriu që kishte tradhtuar shefqet Vërlacin, reagimi i tyre ishte i menjëhershëm dhe i dhunshëm. Ata e refuzuan atë, ata e përbuzën atë, ata e trajtuan atë si një lebros që nuk meritonte të jetonte. Në burgun e Burrelit, ku solidariteti midis të burgosurve ishte shpesh e vetmja gjë që i mbante ata gjallë, ai u gjend plotësisht i izoluar. Ai hante vetëm, ai punonte vetëm, ai flinte në një cep të dhomës së burgut, larg të gjithëve. Dhe kjo izolim ishte më e keqe se çdo dënim fizik që regjimi mund t'i jepte. Sepse ai e kuptoi se ai nuk kishte humbur vetëm lirinë e tij, ai kishte humbur edhe njerëzimin e tij, ai kishte bërë diçka që e kishte vendosur atë jashtë komunitetit njerëzor. Por kishte një njeri në burg që nuk e refuzoi atë, një njeri që i afrohej atij dhe që fliste me të, një ish oficer i ushtrisë mbretërore që kishte shërbyer nën komandën e shefqet Vërlacit kur ai ishte kryeministër. Ky oficer, një burr në moshën 55 vjeç me një dinjitet që as burgu nuk mund ta thyente, një ditë ul pranë tradhtarit dhe i tha: "Unë e di se çfarë ke bërë. Të gjithë këtu e din. Por unë dua të dëgjoj nga vetë ti, pse e bëre? Çfarë të shtyu të tradhtosh një njeri që të kishte dhënë gjithçka?"
Tradhtari e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj, me një zë që mezi dëgjoi, filloi të flasë. Ai tregoi gjithçka, takimin me emisarët e Hoxhës, premtimet që ju bën, frikën që e konsumoi, vendimin që ai mori duke menduar se po shpëtonte veten. Dhe kur ai mbaroi, ai shtoi diçka që e bëri oficerin të heshte, por e vërteta është se unë nuk e tradhtova vetëm për frikë. Unë e tradhtova edhe sepse unë isha i hidhëruar. Unë kisha punuar për Vërlacin për 25 vjet dhe në të gjithë atë kohë, ai nuk më trajtoi kurrë si një të barabartë. Unë isha gjithmonë shërbëtori, kur antari i familjes. Dhe kur ai vendosi të largohej dhe të më linte pas, unë ndjeva se ai po më tradhtonte mua. Kështu që unë vendosa ta tradhtoj atë para se ai të më tradhtonte mua. Kjo rrëfim na jep një tjetër shtresë të kësaj historie. Tradhtia nuk ishte vetëm një akt frike, ajo ishte edhe një akt hakmarrje për vite hidhërimi të grumbulluar. Tradhtari kishte ndjerë gjithmonë se ai nuk ishte vlerësuar, se ai nuk kishte marrë respektin që ai mendonte se meritonte. Dhe në atë moment kritik të tetorit 1944, kur bota e vjetër po shkatërohej dhe kur ai pa që Vërlaci po largohej patë, të gjithë ato vite hidhërimi shpërthyen në një akt tradhtie që ai mendoi se do ta shpërblente. Por në vend të shpërblimit, ai gjeti vetëm më shumë vuajtje, më shumë hidhërim dhe në fund, një vdekje të vetmuar në një burg të ftohtë malor. Oficeri që dëgjoi këtë rrëfim nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Pastaj ai foli, me një zë që ishte i mbushur me trishtim, por edhe me një lloj kuptimi. Unë nuk mund të fal për atë që ke bërë. Por unë mund të kuptoj pse e bëre. Sepse unë kam parë se si Vërlaci trajtonte njerëzit që punonin për të. Ai ishte një njeri i drejtë në mënyrat e tij, por ai ishte edhe një aristokrat i vjetër që nuk e kuptonte se koha e tij kishte mbaruar. Ai mendonte se besnikëria blihej me para dhe pozicion, por ai nuk e kuptoi se besnikëria e vërtet vjen nga respekti dhe dashuria. Dhe sepse ai nuk të dha atë respekt, ti nuk i dhe atij besnikërinë që ai priste. Kjo është tragjedia e kësaj historie, jo se ti ishe një njeri i keq, por se të dy, ti dhe ai, ishit viktima të një sistemi që po shkatërohej dhe asnjëri prej jush nuk e kuptoi se si të shpëtonte pa tradhtuar tjetrin. Kjo bisedë midis tradhtarit dhe oficeri u bë një lloj legjende në burgun e Burrelit. Të burgosur të tjerë që e dëgjuan atë filluan të shikonin tradhtarin me sy të ndryshëm. Ata ende nuk e falnin atë, por ata filluan ta kuptonin atë. Dhe kjo kuptim solli një lloj paqeje në ditët e fundit të jetës së tij. Sepse ai vdiq në burgun e Burrelit në vitin 1950, vetëm 3 vjet pas dënimit të tij, nga tuberkulozi që ai kishte marrë në kushtet e tmerrshme të burgut. Por para se të vdiste, ai bëri diçka që askush nuk e priste. Ai shkroi një letër drejtuar djalit të shefqet Vërlacit, Ismail Vërlacit, që ishte në mërgim në Rom. Kjo letër nuk u dërgua kurrë, sepse autoritetet e burgut e konfiskuan atë. Por ajo u ruajt në arkivat e sigurimit të shtetit dhe ajo u zbulua dekada më vonë kur arkivat u hapën pjesërisht. Në këtë letër, tradhtari shkruante: Ismail, unë nuk pres që ti të më falësh, sepse ajo që unë i bëra babait tënd është e pafalshme. Por unë dua që ti ta dish se unë nuk e bëra atë nga keqdashja. Unë e bëra nga frika dhe nga hidhërimi, dhe çdo ditë që kam jetuar që atëherë, unë jam penduar. Babai yt ishte një njeri i madh dhe unë isha një njeri i vogël që bëri një gabim të madh. Unë shpresoj se një ditë, kur ti të lexosh këtë letër, ti do të kuptosh se edhe tradhtarët janë njerëz dhe se edhe njerëzit më të dobët mund të bëjnë zgjedhje që i shkatërrojnë jo vetëm të tjerët, por edhe veten e tyre. Kjo letër nuk arriti kurrë te Ismail Vërlaci. Ai vdiq në Rom në vitin 1983, pa ditur kurrë se tradhtari kishte shkruar atë. Por ekzistenca e kësaj letre na tregon diçka të rëndësishme, se edhe në fund, edhe pasi kishte humbur gjithçka, tradhtari ende kërkonte një lloj falje, një lloj kuptimi. Ai donte që bota ta dinte se ai nuk ishte thjesht një tradhtar i ftohtë, por një njeri që kishte bërë një zgjedhje të tmerrshme në një moment të tmerrshëm dhe që kishte paguar çmimin për atë zgjedhje me çdo ditë të pjesës së mbetur të jetës së tij. Në muajin maj të vitit 1951, 2 vjet pas vdekjes së tradhtarit në burgun e Burrelit, një ekip arkeologësh shqiptar po punonin në një kantier ndërtimi në qendër të Tiranës. Ata po gërmonin themelet për një ndërtesë të re qeveritare dhe gjatë punës, ata zbuluan diçka të papritur, një dhomë të fshehtë nën tokë, të ndërtuar me tulla të vjetra dhe të mbyllur me një derë hekuri që ishte ndryshkur nga koha. Kur ata hapën derën, ata gjetën një pamje që i la pa fjalë,
ishte një arkiv personal i mbushur me dokumente, letra dhe objekte që kishin qenë të fshehura atje për dekada. Dhe kur ata filluan të lexonin dokumentet, ata kuptuan se kjo ishte një arkiv që kishte qenë i shefqet Vërlacit, një vend ku ai kishte fshehur dokumentet më personale dhe më sekrete të tij. Midis dokumenteve që u gjetën në atë dhomë, kishte një ditar që Vërlaci e kishte mbajtur gjatë viteve të fundit të jetës së tij në Shqipëri. Ky ditar, i shkruar me një shkrim të vogël dhe të kujdesshëm, zbulonte mendimet dhe ndjenjat e tij në ato ditë kritike para aratisjes. Dhe në një hyrje të datuar në 5 tetor 1944, vetëm disa javë para se ai të largohej, Vërlaci shkruante diçka që ndryshon gjithçka që ne menduam se dinim për këtë histori. Sot unë mora një vendim që do të më ndjek për pjesën e mbetur të jetës sime. Unë vendosa të mos i them atij se unë e di se ai po planifikon të më tradhtoj. Unë e kam parë në sytë e tij, unë e kam dëgjuar në zërin e tij, unë e kam ndjerë në mënyrën se si ai më shikon. Ai mendon se unë nuk e di, por unë e di. Dhe megjithatë, unë nuk do të bëj asgjë për ta ndaluar atë. Sepse unë e kuptoj se ai është në një pozitë të pamundur, dhe nëse ai nuk më tradhtoi mua, ai do të tradhtohej vetë. Kështu që unë do ta lë atë të bëj atë që ai mendon se duhet të bëj, dhe unë do të largohem duke ditur se unë i dhash atij zgjedhjen. Kjo hyrje në ditar na tregon diçka të jashtëzakonshme. Shefqet Vërlaci e dinte se ai do të tradhtohej, dhe ai zgjodhi të mos bëj asgjë për ta ndaluar atë. Pse? Përgjigjja qëndron në hyrjet e tjera të ditarit, ku Vërlaci reflekton mbi natyrën e pushtetit dhe të besnikërisë. Ai shkruan: "Unë kam jetuar gjithë jetën time duke kërkuar besnikëri nga të tjerët, por unë nuk kam dhënë kurrë atë që ata kishin nevojë për të qenë besnik, respektin e vërtet, dashurinë e vërtet, trajtimin si të barabartë. Unë i kam trajtuar ata si shërbëtor, dhe tani unë po paguaj çmimin për këtë. Por unë nuk mund t'i fajsoj ata, sepse unë e di se unë jam fajtor po aq sa ata. Unë kam ndërtuar një perandori mbi shpinën e njerëzve që unë nuk i kam respektuar kurrë plotësisht, dhe tani ajo perandori po shkatërohet nga brenda, siç meritonte të shkatërohej." Kjo vetë reflektim na jep një pamje plotësisht të re të shefqet Vërlacit. Ai nuk ishte thjesht një viktime e tradhtisë, ai ishte një njeri që e kuptoi se ai kishte kontribuar në tradhtinë e tij. Ai e kuptoi se mënyra se si ai kishte trajtuar njerëzit që punonin për të kishte krijuar kushtet për tradhtinë. Dhe në vend që të përpiqej ta ndalonte atë, ai zgjodhi ta pranonte atë si një lloj drejtësie poetike, si një çmim që ai duhej të paguante për mënyrën se si ai kishte jetuar jetën e tij. Kjo është një nivel i vetdijes dhe i përgjegjësisë që rrallë shihet në njerëzit e pushtetshëm, dhe ajo e bën Vërlacin një figurë shumë më komplekse dhe më tragjike se sa ne kishim menduar. Por zbulimi i këtij ditari ngre edhe pyetje të reja. Nëse Vërlaci e dinte se ai do të tradhtohej, pse ai nuk mori masa për të mbrojtur pasurinë e tij? Pse ai e la atë në duart e dikujt që ai e dinte se do ta tradhtonte? Përgjigjja ndoshta qëndron në një hyrje tjetër të ditarit, ku Vërlaci shkruan: "Pasuria ime nuk ka më rëndësi. Bota që unë e njoh po shkatërohet, dhe asgjë që unë mund të bëj nuk do ta ndalojë atë. Kështu që le të shkoj pasuria, le të shkoj gjithçka. E vetmja gjë që unë dua të mbaj është dinjiteti im, dhe dinjiteti kërkon që unë të mos bëhem paranojak, që unë të mos filloj të akuzoj njerëz pa prova, që unë të mos shkatërroj marrëdhëniet e fundit që më kanë mbetur. Nëse ai më tradhtoi, le ta bëj. Unë do të largohem duke ditur se unë nuk u bëra një tiran i frikësuar në ditët e mia të fundit." Kjo qëndrim është befasues dhe i admirueshëm. Vërlaci zgjodhi të ruaj dinjitetin e tij në vend që të ruaj pasurinë e tij. Ai zgjodhi të mos bëhej një njeri i konsumuar nga paranoja, edhe nëse kjo do të thotë se ai do të humbte gjithçka. Dhe në një mënyrë, kjo zgjedhje e bën atë një hero tragjik, një njeri që humbi gjithçka por që ruajti diçka më të rëndësishme, integritetin e tij moral. Por kjo zgjedhje gjithashtu na bën të pyesim: a ishte kjo një zgjedhje e mençur? A duhej ai të kishte luftuar më shumë për të mbrojtur atë që ai kishte ndërtuar? Apo ishte kjo një akt i dorëzimit, një pranueshmëri e humbjes që erdhi nga lodhja dhe dëshpërimi? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ajo që është e qartë është se zbulimi i këtij ditari ndryshon plotësisht narrativën e kësaj historie. Ne menduam se kjo ishte një histori e një tradhtie të thjeshtë, e një njeriu që tradhtoi dhe një njeriu që u tradhtua. Por tani ne shohim se kjo ishte një histori shumë më komplekse, një histori e dy njerëzve që të dy bën zgjedhje të vështira në një moment të pamundur, dhe që të dy paguan çmime të tmerrshme për ato zgjedhje.
Vërlaci zgjodhi të mos luftoj kundër tradhtisë dhe ai humbi pasurinë e tij. Tradhtari zgjodhi të tradhtoj për të shpëtuar dhe ai humbi shpirtin e tij. Dhe në fund të dy përfunduan në të njëjtën vend, të vdekur, të harruar, të varrosur në histori si figura tragjike të një kohe që kishte mbaruar. Por historia e tyre nuk duhet të harrohet, sepse ajo na mëson diçka të rëndësishme për natyrën njerëzore, për mënyrën se si njerëzit reagojnë në impresion, për mënyrën se si pushtetarët dhe shërbëtorët e tyre ndërveprojnë dhe për mënyrën se si revolucionet shkatërrojnë jo vetëm sistemet, por edhe marrëdhëniet njerëzore që i mbajnë ato sisteme së bashku. Kjo është një histori që duhet studiuar, diskutuar dhe mbajtur gjallë në memorien kolektive, sepse ajo na tregon se historia nuk është vetëm për ngjarje të mëdha dhe lëvizje masive. Ajo është edhe për zgjedhjet individuale që njerëzit bëjnë në momente kritike dhe për pasojat që ato zgjedhje kanë për gjeneratat që vijnë. Dhe tani, 77 vjet pas atyre ngjarjeve, ne jemi këtu, duke lexuar ditarin e shefqet Vërlacit, duke studiuar letrat e tradhtarit, duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë ndodhi vërtet në ato ditë të errëta të tetorit 1944. Ne kemi më shumë informacion tani se sa kishim kurrë më parë, por a kemi ne të vërtetën e plotë? A do ta dim ndonjëherë çfarë u tha në atë takim sekret? A do ta dim ndonjëherë se çfarë ndjente tradhtari kur ai po dorëzonte sekretet? A do ta dim ndonjëherë se çfarë mendonte Vërlaci kur ai po largohej nga Shqipëria, duke ditur se ai po linte gjithçka pas? Ndoshta jo. Ndoshta disa sekrete do të mbeten të varrosura për gjithmonë. Por ajo që ne dim është mjaft për të kuptuar se kjo ishte një tragjedi njerëzore, një histori e humbjes dhe tradhtisë që na prek edhe sot, sepse ajo na kujton se në kohë krize, çdo njeri duhet të zgjedhë midis besnikërisë dhe mbijetesës, dhe se çdo zgjedhje ka një çmim që duhet paguar. Vazhdimi i skenarit, pakti i fshehtë i familjes Vërlaci. Pjesa e 3, kulminacioni, kapitulli 7-9. Në muajin shtator të vitit 1952, kur regjimi komunist i Enver Hoxhës kishte hyrë në fazën e tij më paranoike, një ekip i sigurimit të shtetit mori një urdhër të pazakontë, të shkonte në arkivat qendrore dhe të shkatërronte të gjitha dokumentet që lidhen me operacionin e konfiskimit të pasurisë së shefqet Vërlacit. Urdhri erdhi drejt për drejt nga kabineti i Hoxhës dhe ai ishte i qartë, asnjë gjurmë e asaj operacioni nuk duhej të mbetej. Çdo dokument, çdo raport, çdo dëshmi duhej djegur. Oficerët që morën këtë urdhër nuk pyetën pse, sepse në atë kohë të pyesje ishte të nënshkruaje dënimin tënd. Por njëri prej tyre, një burr i ri që sapo ishte emëruar në sigurimin e shtetit, bëri diçka që mund ta kishte kushtuar jetën. Ai fsheu një dosje të vogël që përmbante vetëm 15 faqe, por që ato faqe tregonin një të vërtetë që Enver Hoxha donte ta varronte përgjithmonë. Kjo dosje, e zbuluar vetëm në vitin 2007 kur arkivat u hapën pjesërisht për studiues të huaj, përmbante diçka që ndryshon gjithçka që ne menduam se dinim për këtë histori. Ajo përmbante një raport të shkruar nga vetë emisarët që u takuan me tradhtarin në atë natë tetori 1944. Dhe në atë raport, ata shkruanin diçka që na bën të pyesim se kush ishte vërtet viktima dhe kush ishte vërtet tradhtari në këtë histori. Ata shkruanin, subjekti erdhi në takim duke ditur tashmë se ne nuk do të mbajmë premtimin ton. Ai na tha hapur, unë e di se ju do të më tradhtoni, ashtu siç unë po tradhtoj atë që më rriti. Por unë nuk kam zgjedhje tjetër. Nëse unë nuk ju jap atë që ju doni, ju do të më torturoni derisa ta jap, kështu që le ta bëjmë këtë shpejt dhe le të mbaroj. Ne u befasuam nga kjo sinqeritet. Ky nuk ishte një tradhtar i zakonshëm që po shpresonte për shpërblim. Ky ishte një njeri që kishte pranuar fatin e tij dhe që po përpiqej të mbante një copë dinjiteti në një situatë ku dinjiteti ishte i pamundur. Kjo zbulim na tregon se tradhtari nuk ishte naiv, ai nuk besonte premtimet e Hoxhës. Ai e dinte se ai po shkonte drejt shkatërimit të tij, por ai zgjodhi ta bënte atë gjithsesi sepse alternativa ishte edhe më e keqe, tortura, dhuna, shkatërimi i ngadalt në vend të shkatërimit të shpejtë. Dhe kjo na bën të pyesim, a mund ta quajmë ne atë një tradhtar, kur ai tradhtoi duke ditur se ai po tradhtonte veten e tij po aq sa po tradhtonte Vërlacin? A mund ta fajsojmë ne një njeri që zgjodhi një vdekje më të shpejtë në vend të një vdekjeje më të ngadaltë? Këto janë pyetje që na çojnë në zemër të asaj që do të thotë të jesh njeri në kohë krize, në kohë kur çdo zgjedhje është e keqe dhe kur mbijetesa kërkon tradhtinë e atyre që ti do. Por le të shohim se pse Enver Hoxha donte të shkatërronte të gjitha dokumentet e kësaj operacioni.
Përgjigja qëndron në atë që ndodhi në vitet pas konfiskimit të pasurisë së Vërlacit. Sepse ajo pasuri nuk shkoi te populli, siç propagandoi. Ajo shkoi drejt për drejt në duart e Hoxhës dhe të rrethit të tij të ngushtë. Ari që u gjet në çifligjet e Elbasanit u përdor për të blerë vila luksoze për funksionarët e lartë të partisë. Toka u shpërnda jo të fshatarët e varfër, por të anëtarët besnik të partisë që u bën pronar të rinj të privilegjuar. Dhe dokumentet e pronësisë që u konfiskuan u përdorën për të krijuar një sistem të ri pronësie që ishte po aq i padrejtë sa ai i vjetër, vetëm se tani pronari ishte shteti dhe shteti ishte Enver Hoxha. Kjo e vërtet ishte e rrezikshme për Hoxhën, sepse ajo e ekspozonte gënjeshtrën në zemër të revolucionit të tij. Ai kishte pretenduar se po luftonte për fshatarët, por në të vërtetë ai po luftonte për veten e tij. Ai kishte pretenduar se po shkatëronte klasën e bejlerëve, por në të vërtetë ai po krijonte një klasë të re bejlerësh, vetëm se tani ata quheshin shok në vend të bej. Dhe nëse kjo e vërtet do të dilte në shesh, nëse populli do të mësonte se pasuria e Vërlacit nuk shkoi te ata por te elita e re komuniste, atëherë gjithë legitimiteti i regjimit do të shkatërohej. Kështu që Hoxha urdhëroi shkatërimin e dokumenteve dhe ai e bëri këtë në vitin 1952, në një kohë kur ai po konsolidonte pushtetin e tij dhe po eliminonte çdo zë kritik brenda partisë. Por një dokument mbijetoi fal atij oficeri të ri që kishte guximin të mos e zbatonte urdhrin plotësisht. Dhe kjo dokument na tregon diçka tjetër që është edhe më shqetësuese. Në atë raport, emisarët shkruanin se tradhtari u pyet nëse ai e dinte se ku ishte shefqet Vërlaci në atë moment. Dhe ai u përgjigj, ai është në Durrës, duke pritur anijen që do ta çojë në Itali. Por ai nuk e di se unë jam këtu. Ai mendon se unë jam në Tiranë, duke mbrojtur pasurinë e tij. Dhe kjo është gjëja më e keqe, ai po largohet duke më besuar, dhe unë jam këtu duke e tradhtuar atë. Nëse ka një ferë, unë e di se unë do të shkoj atje për këtë. Kjo deklarat na tregon se tradhtari nuk ishte i ftohtë, ai nuk ishte pa ndjenja. Ai ishte i konsumuar nga faji edhe para se të kishte bërë tradhtim, ai e dinte se çfarë po bënte ishte e tmerrshme, por ai e bëri gjithsesi sepse ai nuk pa asnjë rrugë tjetër. Dhe kjo na çon te pyetja më e madhe e kësaj historie. A kishte vërtet një rrugë tjetër? A mund të kishte tradhtari refuzuar të bashkëpunonte me Hoxhën? A mund të kishte ai ikur bashkë me Vërlacin? Përgjigja është komplekse. Në teori, po, ai mund të kishte ikur. Por në praktik, kjo do të kishte qenë pothuajse e pamundur. Sepse sigurimi i shtetit e kishte në mbikëqyrje që javë më parë, ata e dinin se ai kishte akses në sekretet e Vërlacit, dhe ata nuk do ta kishin lënë atë të largohej lehtësisht. Nëse ai do të kishte përpjekur të ikte, ai ndoshta do të ishte arrestuar në port, torturuar për të nxjerrë informacionin dhe pastaj pushkatuar. Kështu që zgjedhja e tij nuk ishte midis tradhtisë dhe besnikërisë, ishte midis tradhtisë dhe torturës. Dhe ai zgjodhi tradhtin sepse ai mendoi se të paktën kështu ai do të kishte një vdekje më të shpejtë, më pak të dhimbshme. Por a e bëri kjo zgjedhjen e tij më të pranueshme? A e bën kjo atë më pak fajtor? Këto janë pyetje që çdo lexues duhet t'i përgjigjet vetë. Por ajo që është e qartë është se kjo histori nuk është e bardhë dhe e zezë, ajo është plot me nuanca gri, plot me momente ku njerëzit bëjnë zgjedhje të këqija jo sepse ata janë të këqij, por sepse ata janë njerëz të dobët që përpiqen të mbijetojnë në një botë që po shkatërrohet rreth tyre. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm i kësaj historie, se në kohë revolucioni nuk ka hero dhe nuk ka tradhtar, ka vetëm njerëz që përpiqen të mbijetojnë, dhe se çdo njeri që gjykon ata duhet të pyesë veten, çfarë do të bëja unë në vendin e tyre? Në muajin janar të vitit 1953, 3 vjet pas vdekjes së tradhtarit në burgun e Burrelit, një grua e vjetër u paraqit në ambasadën italiane në Tiranë. Ajo kërkoi të fliste me ambasadorin dhe kur ajo u pyet se çfarë donte, ajo tha diçka që i bëri rojet të ngrinë. Unë kam informacion për vdekjen e shefqet Vërlacit. Informacion që do të ndryshojë gjithçka që ju mendoni se dini. Rojet e quante ambasadori, një burr italian në moshën 50 vjeç që kishte shërbyer në Shqipëri që nga fundi i luftës. Ai e priti gruan me kureshtje, sepse çdo informacion për Vërlacin ishte i vlefshëm për qeverinë italiane, e cila kishte mbajtur kontakte me djalin e tij, Ismail Vërlacin, që jetonte në Rom. Gruaja, e cila rezultoi të ishte motra e tradhtarit, filloi të tregojë një histori që ambasadori nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Ajo tha se vëllai i saj, para se të vdiste në burg, i kishte dërguar asaj një letër të fshehtë përmes një roje që kishte qenë i korruptuar.
Në atë letër, vëllai i saj shkruante diçka që e kishte munduar atë për 3 vjet. Ai shkruante se shefqet Vërlaci nuk kishte vdekur nga shkaqe natyrore në Zyri në vitin 1946. Ai kishte vdekur nga një sëmundje që kishte qenë e shkaktuar nga helmimi i ngadalt, një helim që kishte filluar në Shqipëri muaj para se ai të largohej. Dhe burimi i këtij helimi, sipas tradhtarit, ishte vetë Enver Hoxha, i cili kishte urdhëruar që Vërlaci të helmohej ngadalë për të siguruar se ai nuk do të jetonte shumë kohë në mërgim dhe nuk do të bëhej një figurë e rrezikshme për regjimin e ri. Ambasadori e dëgjoi këtë histori me skepticizëm. Ai e pyeti gruan se si vëllai i saj e dinte këtë, dhe ajo u përgjigj, sepse ai ishte ai që e helmoi. Emisarët e Hoxhës nuk i kërkuan vetëm informacion për pasurinë, ata i kërkuan edhe që ai të helmonte Vërlacin para se ai të largohej. Ata i dhanë një substancë që duhej të vendosej në ushqimin e Vërlacit, një substancë që do të vepronte ngadalë, që do ta bënte atë të sëmur, por jo menjëherë, që do ta vriste atë brenda disa muajsh, por pa lënë gjurmë të qarta. Dhe vëllai im e bëri këtë, sepse ata i thanë se nëse ai nuk e bënte, ata do ta torturonin atë derisa të vdiste. Kështu që ai e helmoi Vërlacin dhe pastaj ai jetoi me këtë sekret për 3 vjet, derisa ai vdiq në burg, i konsumuar nga faji dhe nga sëmundja. Nëse kjo histori është e vërtetë, atëherë ajo ndryshon plotësisht narrativën e vdekjes së shefqet Vërlacit. Ne menduam se ai vdiq nga shkaqe natyrore, nga probleme të zemrës dhe nga depresioni që e konsumoi pas humbjes së pasurisë dhe atdheut. Por nëse ai u helmua, atëherë vdekja e tij nuk ishte natyrore, ajo ishte një vrasje e planifikuar nga Enver Hoxha, një vrasje që u krye përmes tradhtarit që Vërlaci e besonte. Dhe kjo e bën tradhtin edhe më të tmerrshme, sepse tradhtari nuk tradhtoi vetëm pasurinë e Vërlacit, ai tradhtoi edhe jetën e tij, ai u bë një vrasës i ngadaltë që e vrau njeriun që e kishte rritur. Por a është kjo histori e vërtetë? Ambasadori italian e raportoi atë te qeveria e tij dhe ata filluan një hetim diskret. Ata kontaktuan mjekët që kishin trajtuar Vërlacin në Zyri dhe ata kërkuan të shihnin raportet mjekësore. Por raportet ishin të paqarta. Ata tregonin se Vërlaci kishte vdekur nga një kombinim i problemeve të zemrës dhe të një infeksioni që nuk ishte diagnostikuar plotësisht. A mund të kishte ky infeksion qenë rezultat i një helmi? Mjekët thanë se ishte e mundur, por pa një autopsi të plot, ishte e pamundur të provohej. Dhe një autopsi nuk ishte më e mundur, sepse Vërlaci ishte varrosur në Zyri, dhe trupi i tij nuk mund të nxirrej pa një urdhër gjyqësor që do të kërkonte prova shumë më të forta se sa një dëshmi e një gruaje të vjetër që pretendonte se vëllai i saj i kishte thënë diçka në një letër të fshehtë. Kështu që e vërteta mbeti e paqartë. Por historia e helmimit u përhap midis komunitetit të mërgjimtarëve shqiptar në Itali dhe ajo u bë një pjesë e legjendës së shefqet Vërlacit. Disa e besonin, të tjerë e refuzonin si një teori konspirative. Por ajo që është e qartë është se kjo histori, e vërtet apo jo, na tregon diçka të rëndësishme për mënyrën se si Enver Hoxha vepronte. Ai nuk ishte i kënaqur vetëm me shkatërimin e armiqve të tij në Shqipëri, ai donte t'i shkatëronte ata edhe në mërgim. Ai donte të sigurohej se asnjë figurë e vjetër e pushtetit nuk do të jetonte mjaft gjatë për të bërë probleme për regjimin e tij. Dhe nëse kjo do të thotë të përdorte helmin, të përdorte tradhtarët, të përdorte çdo mjet të mundshëm, ai ishte i gatshëm ta bënte. Kjo paranojë e Hoxhës nuk ishte e kufizuar vetëm te Vërlaci. Në vitet pas luftës, 10 figura të tjera të botës së vjetër vdiqën në rrethana të dyshimta, si në Shqipëri ashtu edhe në mërgim. Disa u pushkatuan hapur, të tjerë u burgosën dhe vdiqën në burg, dhe të tjerë vdiqën në mërgim nga shkaqe natyrore që kur nuk u hetuan plotësisht. Dhe në çdo rast, kishte pyetje, kishte dyshime, kishte histori që qarkullonin midis njerëzve, por që kur nuk u provuan plotësisht. Kjo është natyra e regjimeve totalitare. Ata krijojnë një atmosferë frike dhe dyshimi ku e vërteta bëhet e pamundur për t'u gjetur, ku çdo vdekje mund të jetë një vrasje dhe ku askush nuk mund të jetë i sigurt. Por le të kthehemi te pyetja kryesore, nëse Vërlaci u helmua, a e dinte ai? A e kuptoi ai, në ato ditë të fundit në Zyri, se ai po vdiste jo nga shkaqe natyrore, por nga një helm që dikush që ai e besonte i kishte dhënë? Nuk ka asnjë mënyrë për ta ditur me siguri, por ka një detaj në ditarin e tij që na bën të mendojmë se ndoshta ai e dinte. Në një nga hyrjet e fundit, të datuar vetëm 2 javë para vdekjes së tij, ai shkruante: "Unë ndihem sikur trupi im po më tradhtoi. Çdo ditë unë bëhem më i dobët, çdo ditë unë ndihem sikur diçka po më ha nga brenda."
Mjekët nuk mund të gjejnë asgjë, por unë e di se diçka nuk është në rregull. Ndoshta kjo është thjesht moshë, ndoshta kjo është thjesht trishtimi që po më konsumon. Ose ndoshta kjo është diçka më e keqe, diçka që unë nuk dua ta besoj, por që thellë në zemrën time unë e di se është e vërtetë. Kjo hyrje sugjeron se Vërlaci kishte dyshime, se ai ndjente se diçka nuk ishte normale me sëmundjen e tij. Por ai nuk e tha hapur se ai mendonte se ishte helmuar, ndoshta sepse ai nuk donte ta besonte, ndoshta sepse ai nuk donte të jetonte ditët e tij të fundit të konsumuar nga paranoja. Ai zgjodhi të vdes me dinjitet, duke mos akuzuar askënd, duke mos u bërë një figurë e hidhur që shpërndante teori konspirative. Dhe në një mënyrë, kjo zgjedhje është në përputhje me karakterin e tij siç e kemi parë në ditar, një njeri që zgjodhi të ruajë dinjitetin e tij edhe kur gjithçka tjetër po I merrej. Por nëse ai u helmua, atëherë kush është fajtor? A është tradhtari që e vendosi helmin në ushqimin e tij? A është Enver Hoxha që urdhëroi helmimin? Apo a jemi ne të gjithë fajtor, ne që krijojmë sisteme ku njerëzit detyrohen të zgjedhin midis tradhtisë dhe torturës, midis vrasjes dhe vdekjes së tyre? Këto janë pyetje që shkojnë përtej kësaj historie specifike, këto janë pyetje për natyrën e pushtetit, për përgjegjësinë morale dhe për mënyrën se si shoqëritë krijojnë kushte ku tradhtia bëhet e mundur, madje e domosdoshme. Në muajin qershor të vitit 1964, 20 vjet pas vdekjes së shefqet Vërlacit, një ngjarje e pazakontë ndodhi në Tiranë. Një burr I vjetër në moshën 80 vjeç u paraqit në zyrën e Komitetit Qendror të Partisë së Punës dhe kërkoi të takojë me Enver Hoxhën personalisht. Rojet e refuzuan, sepse Hoxha nuk takoi me njerëz të zakonshëm pa një arsye shumë të mirë. Por burri insistoi dhe ai tha diçka që I bëri rojet të ngrinë: "Unë kam informacion për operacionin thesar. Informacion që vetëm unë dhe shoku Enver e dim. Dhe nëse ai nuk më takon, unë do ta them këtë informacion të tjerët." Kjo kërcënim ishte mjaft për të arritur te Hoxha, I cili urdhëroi që burri të sillej te ai menjëherë. Kur burri hyri në zyrën e Hoxhës, ai u prit me një shprehje të ftohtë, të palexueshme. Hoxha e pyeti se kush ishte ai dhe çfarë donte. Dhe burri, me një zë që dridhej nga mosha por që ishte I qartë dhe I vendosur, tha: "Unë jam njëri nga emisarët që u takuan me tradhtarin e Vërlacëve në tetor të vitit 1944. Unë jam ai që mori dokumentet, që dëgjoi rrëfimin e tij, që I premtoi atij shpëtim dhe që pastaj e tradhtoi atë. Dhe unë jam këtu sepse unë nuk mund të jetoj më me këtë sekret. Unë dua të them të vërtetën para se të vdes." Hoxha e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj ai foli me një zë që ishte I ftohtë si akulli: "Ti nuk ke asnjë të drejtë të flasësh për atë operacion. Ai ishte një sekret I shtetit dhe ai do të mbetet një sekret I shtetit. Nëse ti flet, ti do të arrestohesh për tradhti të shtetit dhe ti do të vdesësh në burg. A e kupton këtë?" Por burri nuk u friksua. Ai tha: "Unë jam 80 vjeç. Unë nuk kam shumë kohë për të jetuar. Dhe unë nuk dua të vdes duke mbajtur këtë sekret. Unë dua që bota ta di se çfarë bëm ne, se si ne përdorëm njerëzit e dobët për të shkatëruar njerëzit e fuqishëm, dhe se si ne I tradhtojmë ata që na ndihmuan. Kjo është e vërteta, dhe e vërteta duhet të dalë në shesh." Hoxha u ngrit nga karrigja e tij dhe për një moment dukej sikur ai do të godiste burrin. Por pastaj ai u qetësua dhe ai tha diçka që zbulonte natyrën e tij të vërtetë: "Ti mendon se e vërteta ka rëndësi? Ti mendon se njerëzit duan të dinë të vërtetën? Ata nuk duan. Ata duan të besojnë në një histori të bukur, në një revolucion të pastër, në një lider që luftoi për ta. Dhe unë u kam dhënë atyre këtë histori. Nëse ti e shkatëron këtë histori, ti nuk po shkatëron mua, ti po shkatëron shpresën e tyre. Dhe për këtë, ata do të urrejnë, jo mua." Ishte një argument I fuqishëm, një argument që tregonte se Hoxha e kuptonte psikologjinë e pushtetit më mirë se kushdo tjetër. Ai e dinte se pushteti nuk bazohet në të vërtetën, por në narrativën, në historinë që njerëzit zgjedhin të besojnë. Por burri nuk u bin. Ai tha: "Ndoshta ti ke të drejtë. Ndoshta njerëzit nuk duan të dinë të vërtetën. Por unë dua ta them gjithsesi, sepse unë nuk mund të jetoj më duke ditur se unë kontribuova në ndërtimin e një regjimi që është ndërtuar mbi gënjeshtra dhe tradhtim. Unë dua të vdes duke ditur se të paktën unë u përpoqa të them të vërtetën, edhe nëse askush nuk më dëgjoi." Hoxha e shikoi për një moment dhe pastaj ai bëri një gjest me dorë. 2 roje hynë në dhomë dhe ata e morën burrin.
Ai u arrestua menjëherë, u akuzua për propagandë kundër shtetit dhe u dënua me 15 vjet burgim. Ai vdiq në burgun e Spaqit në vitin 1966, vetëm 2 vjet pas arrestimit nga tuberkulozi dhe keqtrajtimi. Dhe historia që ai donte ta tregonte u varros me të. Por një kopje e raportit që ai kishte shkruar në vitin 1944 mbijetoi, fal atij oficeri të ri që e fsheu atë në vend që ta shkatëronte. Dhe kjo kopje na tregon diçka që është thelbësore për të kuptuar këtë histori, se Enver Hoxha nuk ishte thjesht një diktator që përdorte forcën për të mbajtur pushtetin, ai ishte një manipulator i shkëlqyer që përdorte gënjeshtrën, tradhtin dhe frikën për të kontrolluar jo vetëm veprimet e njerëzve, por edhe mendimet e tyre. Ai e kuptoi se mënyra më e mirë për të mbajtur pushtetin nuk ishte të vriste të gjithë armiqtë e tij, por të krijonte një sistem ku njerëzit tradhtojnë njëri tjetrin, ku askush nuk mund t'i besojë askujt, dhe ku e vërteta bëhet aq e paqartë sa askush nuk mund ta gjejë. Dhe kjo është arsyeja pse historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci është aq e rëndësishme. Sepse ajo nuk është vetëm një histori e një tradhtie individuale, ajo është një histori e një sistemi që ishte ndërtuar mbi tradhtin, një sistem ku çdo njeri ishte i detyruar të zgjedhë midis tradhtisë dhe shkatërimit, dhe ku çdo zgjedhje që bëhej kontribuonte në forcimin e një regjimi që në fund do t'i shkatëronte të gjithë, edhe ata që e kishin ndihmuar. Kjo është natyra e totalitarizmit. Ai nuk shkatëron vetëm armiqtë e tij, ai shkatëron edhe miqtë e tij, sepse në një sistem totalitar nuk ka miq, ka vetëm mjete që përdoren dhe pastaj hidhen. Dhe tani, 60 vjet pas atyre ngjarjeve, ne jemi këtu, duke lexuar raportet e fshehura, duke studiuar ditaret e humbur, duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë ndodhi vërtet. Ne kemi më shumë informacion tani se sa kishim kurrë më parë, por a kemi ne të vërtetën e plotë? A do ta dim ndonjëherë se kush ishte vërtet fajtor në këtë histori? A ishte Shefqet Vërlaci, që trajtoi njerëzit që punonin për të si shërbëtor në vend që si njerëz? A ishte tradhtari, që zgjodhi të tradhtoi në vend që të vuajë torturën? A ishte Enver Hoxha, që krijoi një sistem ku tradhtia ishte e vetmja mënyrë për të mbijetuar? Apo a jemi ne të gjithë fajtor, ne që krijojmë shoqëri ku pushteti është më i rëndësishëm se njerëzimi, ku mbijetesa është më e rëndësishme se morali, dhe ku çdo njeri është i detyruar të zgjedhë midis asaj që është e drejtë dhe asaj që është e nevojshme për të jetuar? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ajo që është e qartë është se kjo histori duhet të na mësojë diçka, se në kohë krize çdo njeri duhet të zgjedhë se çfarë lloj njeriu ai duan të jetë, dhe se çdo zgjedhje ka pasoja që shkojnë përtej individit. Shefqet Vërlaci zgjodhi të ruajë dinjitetin e tij edhe kur kjo do të thotë të humbiste gjithçka. Tradhtari zgjodhi të tradhtoi për të shpëtuar dhe ai humbi shpirtin e tij. Enver Hoxha zgjodhi të ndërtojë një regjim mbi gënjeshtra dhe tradhtin, dhe ai krijoi një sistem që në fund e shkatërroi edhe atë. Dhe ne, që jemi këtu sot, duhet të zgjedhim se çfarë mësimi do të marrim nga kjo histori. A do të mësojmë se tradhtia nuk ja vlen kurrë, pavarësisht se çfarë na premtohet? A do të mësojmë se pushteti që ndërtohet mbi gënjeshtra nuk mund të zgjasë përgjithmonë? Apo a do të harrojmë këtë histori, siç kemi harruar aq shumë histori të tjera, dhe do të përsërisim të njëjtat gabime në të ardhmen? Kjo është pyetja që çdo lexues duhet t'ia bëjë vetes. Sepse historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci nuk është vetëm një histori e së kaluarës, ajo është një paralajmërim për të ardhmen, një kujtesë se çdo shoqëri që lejon që pushteti të bëhet më i rëndësishëm se e vërteta, që lejon që frika të bëhet më e fortë se morali, është një shoqëri që po shkon drejt shkatërimit. Dhe nëse ne nuk mësojmë nga kjo histori, nëse ne nuk e mbajmë gjallë këtë kujtesë, atëherë ne jemi të dënuar ta përsërisim atë, përsëri dhe përsëri, derisa në fund ne të kemi humbur jo vetëm pasurinë tonë, por edhe njerëzimin tonë. Në muajin nëntor të vitit 1978, 32 vjet pas vdekjes së Shefqet Vërlacit në Zyri, një grua e re shqiptare që punonte si përkthyese në Gjenev mori një telefonat të pazakontë. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i një burri të vjetër, që fliste shqip me një theks të vjetër, të harruar. Ai tha, unë jam djali i njeriut që tradhtoi Shefqet Vërlacin. Babai im vdiq në burgun e Burrelit kur unë isha fëmijë, dhe nëna ime më rrëfeu të vërtetën vetëm para se të vdiste. Tani unë jam 60 vjeç dhe unë kam diçka që bota duhet ta di, dokumentet që babai im fsheu para se të arrestohej, dokumentet që tregojnë se çfarë ndodhi vërtet në atë natë tetori 1944. Gruaja, e habitur dhe e dyshimt, pyeti sepse ai po e kontaktonte atë. Burri u përgjigj, sepse ti je mbesha e Ismail Vërlacit.
Ti je gjaku i fundit i familjes Vërlaci që jeton jashtë Shqipërisë. Dhe unë mendoj se ti ke të drejtë ta dish se çfarë i ndodhi gjyshit tënd, edhe nëse e vërteta është e dhimbshme. Në muajin nëntor të vitit 1978, 34 vjet pas vdekjes së shefqet Vërlacit në Zyri, një grua e re shqiptare që punonte si përkthyese në Gjenev mori një telefonat të pazakonur. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i një burri të vjetër që fliste shqip me një theks të vjetër të harruar. Ai tha: "Unë jam djali i njeriut që tradhtoi shefqet Vërlacin. Babai im vdiq në burgun e Burrelit kur unë isha fëmijë dhe nëna ime më rrëfeu të vërtetën vetëm para se të vdiste. Tani unë jam 60 vjeç dhe unë kam diçka që bota duhet ta di, dokumentet që babai im fshehu para se të arrestohej, dokumentet që tregojnë se çfarë ndodhi vërtet në atë natë tetori 1944. Gruaja, e habitur dhe e dyshimt, pyeti se pse ai po e kontaktonte atë. Burri u përgjigj: "Sepse ti je mbesha e Ismail Vërlacit. Ti je gjaku i fundit i familjes Vërlaci që jeton jashtë Shqipërisë. Dhe unë mendoj se ti ke të drejtë ta dish se çfarë i ndodhi gjyshit tënd, edhe nëse e vërteta është e dhimbshme." Kjo telefonat filloi një udhëtim që do të zgjaste 3 vjet dhe do të çonte në zbulimin e dokumenteve më të rëndësishme për këtë histori. Gruaja, e cila quhej Elvira Vërlaci, udhëtoi në Shqipëri në vitin 1980, në një kohë kur regjimi komunist po dobësohej dhe kur disa njerëz po guxonin të flasin për të kaluarën. Ajo u takua me djalin e tradhtarit, një burr të thyer nga jeta, që jetonte në një apartament të vogël në periferi të Tiranës. Ai i dha asaj një kuti metalike të ndryshkur, të njëjtën kuti që motra e shefqet Vërlacit kishte sjellë në sigurimin e shtetit në vitin 1945. Por kjo kuti përmbante diçka të ndryshme, jo letra dashurie, por një ditar të shkruar nga vetë tradhtari, një ditar që ai e kishte mbajtur në fshehtësi gjatë viteve para arrestimit të tij. Në këtë ditar, tradhtari kishte shkruar gjithçka, detajet e takimit me emisarët e Hoxhës, fjalët e sakta që u thanë, premtimet që u bën dhe më e rëndësishmja, arsyet e vërteta pse ai vendosi të tradhtonte. Dhe ajo që Elvira lexoi në ato faqe e bëri atë të kuptonte se kjo histori ishte edhe më komplekse se sa ajo kishte imagjinuar. Sepse tradhtari nuk kishte tradhtuar vetëm nga frika apo nga hidhërimi, ai kishte tradhtuar edhe sepse ai besonte se ai po shpëtonte diçka më të madhe se vetja e tij, ai po shpëtonte familjen e tij. Në ditar ai shkruante: "Emisarët më thanë se nëse unë nuk bashkëpunoj, ata nuk do të më vrasin vetëm mua, ata do të vrasin gruan time dhe 3 fëmijët e mi. Ata më treguan një listë emrash dhe emrat e familjes sime ishin atje, të shënuar me ngjyrë të kuqe. Dhe unë e kuptova se unë nuk kisha zgjedhje. Unë mund të lejoja që Vërlaci të humbiste pasurinë e tij, ose unë mund të lejoja që fëmijët e mi të vriteshin. Dhe unë zgjodha të shpëtoja fëmijët e mi. Kjo zbulim ndryshon gjithçka. Sepse tani ne shohim se tradhtari nuk ishte thjesht një njeri i dobët që tradhtoi për të shpëtuar veten, ai ishte një baba që tradhtoi për të shpëtuar fëmijët e tij. Dhe kjo e bën zgjedhjen e tij edhe më tragjike, sepse çfarë babai nuk do të bënte të njëjtën gjë? Çfarë njeriu nuk do të tradhtonte dikë tjetër për të shpëtuar fëmijët e tij? Kjo është një pyetje që na çon në zemër të asaj që do të thotë të jesh njeri. Ne të gjithë kemi kufit tanë, ne të gjithë kemi pika ku morali ynë thyet në impresionin e dashurisë për ata që ne duam. Dhe tradhtari arriti në atë pikë në atë natë tetori, kur ai u detyrua të zgjedhë midis besnikërisë ndaj njeriut që e kishte rritur dhe dashurisë për fëmijët e tij. Por ai shpëtoi ai fëmijët e tij? Kjo është pyetja që Elvira e bëri djalit të tradhtarit dhe përgjigja ishte shkatëruese. Ai tha: "Jo. Babai im i tradhtoi të gjithë për të na shpëtuar ne, por në fund ne nuk u shpëtuam. Nëna ime u arrestua në vitin 1948, vetëm një vit pas arrestimit të babait. Ajo u akuzua për fshehje të pronave të armiqve të popullit dhe u dënua me 10 vjet burgim. Ajo vdiq në burgun e Tepelenës në vitin 1953 nga tuberkulozi. Unë dhe vëllezërit e mi u dërguam në një jetimor shtetëror, ku na trajtuan si fëmijë të tradhtarëve. Ne u rritëm pa emër, pa familje, pa asgjë. Dhe kur unë u bëra mjaft i madh për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur, unë e kuptova se babai im kishte bërë një marrëveshje me djallin, dhe djalli nuk e mbajti kur fjalën e tij. Ai tradhtoi për të na shpëtuar, por ne u shkatëruam gjithsesi. Kjo është ironia më e madhe e kësaj historie, se edhe kur njerëzit bëjnë zgjedhje të tmerrshme për arsye të mira, ata ende humbasin gjithçka.
Elvira e dëgjoi këtë histori me lot në sy. Ajo e kuptoi se kjo nuk ishte vetëm një histori e tradhtisë së gjyshit të saj, kjo ishte një histori e shkatërimit të dy familjeve, familjes Vërlaci dhe familjes së tradhtarit. Të dyja familjet humbën gjithçka, të dyja u shpërndan në erat e historisë dhe të dyja u harruan nga bota. Dhe shkaku i kësaj shkatërimi nuk ishte vetëm Enver Hoxha, ishte një sistem i tërë që detyronte njerëzit të bënin zgjedhje të pamundura, që i ndëshkonte ata pavarësisht se çfarë zgjedhnin dhe që në fund i konsumonte të gjithë, edhe ata që mendonin se po bashkëpunonin me të. Në muajin dhjetor të vitit 1989, kur muri i Berlinit kishte rënë dhe kur regjimi komunist në Shqipëri po fillonte të lëkundej, Elvira Vërlaci vendosi të kthehej në Shqipëri për herë të fundit. Ajo donte të vizitonte vendet ku gjyshi i saj kishte jetuar, ku ai kishte ndërtuar perandorinë e tij dhe ku ai kishte humbur gjithçka. Ajo udhëtoi në Elbasan, në fshatrat ku dikur kishin qenë çiftligjet e Vërlacëve, dhe ajo foli me njerëzit e vjetër që ende mbajnë mend ato kohë. Dhe ajo që ajo dëgjoi e befasoi, shumë prej tyre nuk e urrenin shefqet Vërlacin, siç ajo kishte pritur. Përkundrazi, ata e mbajnë mend atë me një lloj respekti të përzier me trishtim. Atje, pranë atij varri të thjesht me një gur të vogël që mbante vetëm emrin dhe datat, djali i tradhtarit foli për herë të parë për atë që ai ndjente. Ai tha, unë nuk mund të kërkoj falje në emër të babait tim, sepse ai nuk është më këtu për ta bërë vetë. Por unë mund të them se unë e kuptoj dhimbjen që ai shkaktoi. Unë e kam jetuar atë dhimbje gjithë jetën time, sepse unë jam djali i një tradhtari dhe kjo është një barë që unë do ta mbaj derisa të vdes. Por unë gjithashtu dua që ju ta dini se babai im nuk ishte një njeri i keq. Ai ishte një njeri i dobët që u vu në një pozitë të pamundur dhe ai bëri një zgjedhje që ai mendoi se do t'i shpëtonte fëmijët e tij. Ai gaboi dhe ai pagoi çmimin për atë gabim. Por ai nuk ishte një monster, ai ishte thjesht një njeri. Elvira e dëgjoi dhe pastaj ajo foli me një zë që ishte i mbushur me emocion, por edhe me një lloj kuptimi. Unë nuk mund të them se unë e fal babain tënd për atë që ai bëri. Gjyshi im humbi gjithçka për shkak të asaj tradhtie dhe familja ime u shpërnda në 4 anët e botës. Por unë mund të them se unë e kuptoj se ai ishte në një pozitë të pamundur dhe se ai bëri atë që ai mendoi se duhej të bënte për të mbrojtur ata që ai donte. Kjo nuk e bën tradhtin më pak të dhimbshme, por e bën atë më njerëzore. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme që ne mund të mësojmë nga kjo histori, se edhe në momentet më të errëta, edhe kur njerëzit bëjnë gjërat më të tmerrshme, ata ende janë njerëz dhe ata meritojnë të kuptohen, edhe nëse ata nuk mund të falen. Kjo moment pajtimi ishte i fuqishëm dhe i rrallë. 2 njerëz nga 2 familje që kishin qenë në luftë për dekada, qëndruan së bashku pranë një varri dhe gjetën një mënyrë për të kuptuar njëri tjetrin. Kjo nuk ishte një falje e plot, kjo nuk ishte një harresë e asaj që kishte ndodhur. Por ishte një njohje se historia është komplekse, se njerëzit janë kompleks dhe se e vërteta rrallëherë është e bardhë dhe e zezë. Dhe në një botë ku ne shpesh kërkojmë hero dhe tradhtar, ku ne shpesh kërkojmë të gjykojmë dhe të dënojmë, kjo moment na kujton se ndoshta ajo që na nevojitet më shumë është kuptimi, jo gjykimi. Një burr i vjetër në moshën 90 vjeç që kishte punuar në çiftligjet e Vërlacit si djalë i ri, i tha asaj, shefqet Bej nuk ishte një njeri i keq. Ai ishte i rrept, por ai ishte edhe i drejtë. Ai paguante mirë, ai trajtonte punëtorët me respekt dhe ai kur nuk i mashtroi ata. Kur komunistët erdhën dhe na thanë se ai ishte një shfrytëzues, ne nuk e besuam. Sepse ne e dinim se si ishte jeta nëntë dhe ne e dinim se si u bë jeta pas tij. Dhe unë mund t'ju them se jeta nën komunistët ishte shumë më e keqe se jeta nën Shefqet Bej. Të paktën nëntë, ne kishim një lloj lirie, ne mund të negocionim, ne mund të lëviznim. Por nën komunistët, ne u bëm sklever të tokës, të detyruar të punojmë në kooperativa ku ne nuk kishim asnjë të drejtë. Kjo dëshmi dhe shumë të tjera si ajo i dhan Elvirës një pamje të re të gjyshit të saj. Ajo e kishte imagjinuar atë si një aristokrat të ftohtë dhe të largët, një njeri që kishte jetuar në një botë të ndryshme nga njerëzit e zakonshëm. Por tani ajo po mësonte se ai kishte qenë më kompleks se kaq, se ai kishte pasur marrëdhënie me njerëzit që punonin për të, se ai kishte qenë i respektuar nga shumë prej tyre. Dhe kjo e bëri tradhtin edhe më tragjike, sepse ajo tregoi se Vërlaci nuk ishte thjesht një viktimë e një revolucioni të pamëshirshëm, ai ishte një viktimë e një sistemi që shkatërroi marrëdhëniet njerëzore, që ktheu njerëzit kundër njëri tjetrit, dhe që në fund la pas vetëm rënoja dhe kujtesa të dhimbshme. Por Elvira gjithashtu vizitoi vendet ku tradhtari kishte jetuar.
Ajo shkoi në apartamentin e vogël në periferi të Tiranës ku djali i tij ende jetonte, dhe ajo pa kushtet e tmerrshme në të cilat ai kishte jetuar për dekada. Ajo e kuptoi se kjo familje kishte vuajtur po aq sa familja e saj, se ata kishin humbur gjithçka po aq sa vërlacët kishin humbur gjithçka. Dhe kjo e bëri atë të kuptonte se kjo nuk ishte një histori e fituesve dhe humbësve, kjo ishte një histori ku të gjithë humbën, ku askush nuk fitoi asgjë përveç dhimbjes dhe pendimit. Në ditën e fundit të vizitës së saj, Elvira shkoi në varrezat e Tiranës, ku nëna e tradhtarit ishte varrosur në një vend të pashënuar. Ajo mori me vete një lule dhe ajo e vendosi atë në tokën ku ajo mendonte se varreza ishte. Dhe ndërsa ajo qëndronte atje, ajo mendoi për të gjitha familjet që kishin qenë shkatëruar nga ajo kohë, për të gjithë njerëzit që kishin humbur gjithçka dhe për të gjitha sekretet që ende ishin të varrosura në tokën e Shqipërisë. Ajo e kuptoi se historia e gjyshit të saj nuk ishte unike, ajo ishte vetëm një nga mira histori të ngjashme, histori që kur nuk do të tregoheshin plotësisht, histori që do të mbeteshin të varrosura për gjithmonë. Por ajo gjithashtu vendosi se ajo nuk do ta linte këtë histori të varrohej. Ajo do ta tregonte atë, ajo do ta shkruante atë, ajo do të sigurohej se bota e dinte se çfarë kishte ndodhur. Jo për të gjykuar, jo për të dënuar, por për të kuptuar. Sepse vetëm përmes kuptimit ne mund të mësojmë nga e kaluara, vetëm përmes kuptimit ne mund të shmangim përsëritjen e të njëjtave gabime në të ardhmen. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori po tregohet sot, 35 vjet pas asaj vizite, 60 vjet pas vdekjes së tradhtarit dhe 79 vjet pas asaj nate tetori kur gjithçka ndryshoi. Në muajin tetor të vitit 2024, 80 vjet pas asaj nate fatale kur tradhtari u takua me emisarët e Enver Hoxhës, një ekip historianësh shqiptar dhe të huaj publikoi një studim të detajuar mbi operacionin Thesar. Ky studim, i bazuar në dokumentet që Elvira Vërlaci kishte dhuruar në arkivat kombëtare, zbuloi detaje të reja që ndryshuan përsëri narrativën e kësaj historie. Një nga zbulimet më të rëndësishme ishte se Enver Hoxha kishte planifikuar shkatërimin e familjes Vërlaci jo vetëm për arsye politike, por edhe për arsye personale. Sipas dokumenteve, Hoxha kishte pasur një konflikt personal me shefqet Vërlacin që datonte në vitet 30, kur Hoxha ishte një mësues i ri në Korçë dhe Vërlaci ishte kryeministër. Në një letër të shkruar nga Hoxha te një shok i tij në vitin 1938, ai shkruante: "Vërlaci është simboli i gjithçkaje që është e keqe në këtë vend. Ai përfaqëson klasën e vjetër që ka shfrytëzuar popullin për shekuj, dhe ai duhet shkatëruar jo vetëm politikisht, por edhe personalisht. Unë nuk do të pushoj derisa çdo gjurmë e familjes së tij të jetë fshirë nga kjo tokë." Kjo letër tregon se për Hoxhën, shkatërimi i Vërlacëve nuk ishte thjesht një akt politik, ishte një obsesion personal, një dëshirë për hakmarrje që shkonte përtej logjikës së revolucionit. Dhe kjo obsesion shpjegon pse Hoxha ishte aq i vendosur për të shkatëruar jo vetëm Vërlacin, por edhe çdo njeri që kishte lidhje me të. Ai nuk ishte i kënaqur vetëm me konfiskimin e pasurisë, ai donte të sigurohej se asnjë antar i familjes nuk do të mbijetonte për të treguar historinë. Ai donte të fshinte çdo kujtesë të botës së vjetër, çdo gjurmë të asaj që kishte qenë para tij. Dhe për të arritur këtë, ai ishte i gatshëm të përdorte çdo mjet, tradhtin, helmin, burgosjen, vrasjen. Asgjë nuk ishte jashtë kufive për një njeri që kishte vendosur se ai do të rishkruante historinë sipas vullnetit të tij. Por historia nuk mund të rishkruhet plotësisht. Pavarësisht se sa shumë Hoxha u përpoq të fshinte të kaluarën, gjurmët mbetën. Dokumentet mbijetuan, dëshmitarët folën dhe e vërteta, edhe pse e fragmentuar dhe e paqartë, doli në shesh. Dhe tani, 80 vjet më vonë, ne jemi këtu, duke lexuar ato dokumente, duke dëgjuar ato dëshmi, duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë ndodhi vërtet. Ne nuk kemi të gjitha përgjigjet, ne nuk e dim çdo detaj. Por ne dim mjaft për të kuptuar se kjo ishte një tragjedi njerëzore, një histori e humbjes dhe tradhtisë që na prek edhe sot. Sepse pyetjet që kjo histori ngre janë të përjetshme. Çfarë do të bënim ne nëse do të ishim në vendin e tradhtarit? A do të tradhtojmë dikë që duam për të shpëtuar fëmijët tanë? A do të ruajmë dinjitetin ton edhe kur kjo do të thotë të humbim gjithçka? A do të besojmë premtimet e atyre që na ofrojnë shpëtim, apo a do të dimë se ato premtime janë të rreme? Këto janë pyetje që çdo njeri duhet t'i përgjigjet vetë, sepse nuk ka përgjigje universale. Çdo njeri ka kufit e tij, çdo njeri ka pika ku morali i tij thyet në presion. Dhe gjykimi i atyre që bëjnë zgjedhje të vështira në momente të pamundura duhet të jetë i butë, sepse ne nuk e dim se çfarë do të bënim ne në vendin e tyre.
Por një gjë është e qartë, ne duhet të mësojmë nga kjo histori. Ne duhet të kuptojmë se sistemet që detyrojnë njerëzit të zgjedhin midis tradhtisë dhe shkatërimit janë sisteme që duhet luftuar. Ne duhet të kuptojmë se liderët që ndërtojnë pushtetin e tyre mbi gënjeshtra dhe frikë janë liderë që duhet kundërshtuar. Dhe ne duhet të kuptojmë se e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, është më e mirë se gënjeshtra, sepse vetëm e vërteta na lejon të mësojmë, të rritemi dhe të shmangim përsëritjen e të njëjtave gabime. Finali. Sot, në vitin 2025, 81 vjet pas asaj nate tetori kur gjithçka ndryshoi, pallati i shefqet Vërlacit në qendër të Tiranës qëndron ende. Ai është shndërruar në një muze, një vend ku vizitorët mund të shohin se si jetonte aristokracia shqiptare para revolucionit komunist. Por ajo që shumica e vizitorëve nuk e din është se në bodrumin e atij pallati, pas një muri të fshehur, ende ekziston dhoma ku tradhtari dhe emisarët e Hoxhës u takuan në atë natë fatale. Dhoma është e vogël, e errët dhe e mbushur me një ndjenjë rëndimi që duket sikur ka mbetur nga ajo kohë. Dhe nëse ju qëndroni atje mjaft gjatë, ju pothuajse mund të dëgjoni zërat e atyre që u takuan atje, ju pothuajse mund të ndjeni peshën e zgjedhjeve që u bën, ju pothuajse mund të prekni dhimbjen që mbushi atë dhomë. Familja Vërlaci nuk ekziston më si një linjë e drejtë për drejtë. Ismail Vërlaci, djali i vetëm zyrtar i shefqet Vërlacit, vdiq pa fëmijë në Rom në vitin 1983. Elvira Vërlaci, mbesha e tij, vdiq në Gjenevë në vitin 2010, gjithashtu pa fëmijë. Emri Vërlaci, që dikur ishte një nga emrat më të fuqishëm në Shqipëri, tani ekziston vetëm në librat e historisë dhe në kujtesën e atyre që janë mjaft të vjetër për ta mbajtur mend. Perandoria që shefqet Vërlaci ndërtoi për dekada u shkatërrua në një natë, dhe asgjë nuk mbeti përveç kujtimeve dhe dokumenteve të vjetra që tregojnë një histori të një bote që nuk ekziston më. Por familja e tradhtarit gjithashtu u shkatërrua. Djali i tij, që takoi Elvirën në Zyri, vdiq në Tiranë në vitin 1995, i varfër dhe i harruar. Vëllezërit e tij kishin vdekur më parë, të gjithë pa fëmijë, të gjithë të shkatëruar nga stigma e të qenit fëmijë të një tradhtari. Emri i familjes së tyre nuk përmendej kurrë, sepse askush nuk donte të lidhej me një tradhtar. Ata jetuan dhe vdiqën në heshtje, të konsumuar nga një faj që nuk ishte i tyre, por që ata trashëguan nga babai i tyre. Dhe Enver Hoxha? Ai mbajti pushtetin për 41 vjet, duke ndërtuar një nga regjimit më të izoluar dhe më të ashpër në Evropë. Ai vdiq në vitin 1985, duke besuar se ai kishte ndërtuar një sistem që do të zgjaste përgjithmonë. Por vetëm 5 vjet pas vdekjes së tij, sistemi i tij u shemb dhe emri i tij u bë sinonim me shtypjen dhe dështimin. Pasuria që ai mori nga Vërlacët dhe nga familje të tjera të mëdha nuk shkoi te populli, ajo shkoi te elita e re që ai krijoi, një elitë që në fund e tradhtoi atë po aq sa ai kishte tradhtuar të tjerët. Kështu që në fund, të gjithë humbën. Vërlacët humbën pasurinë dhe emrin e tyre. Tradhtari humbi shpirtin dhe familjen e tij. Hoxha humbi legjitimitetin dhe kujtesën e tij. Dhe Shqipëria humbi një gjeneratë të tërë njerëzish që mund të kishin ndërtuar një të ardhme më të mirë, por që u konsumuan nga luftërat e së kaluarës. Kjo është bilanci i asaj nate tetori 1944, jo fitues dhe humbës, por vetëm humbës, vetëm njerëz që bën zgjedhje të vështira dhe që paguan çmime të tmerrshme. Por pyetja që mbetet është kjo: a mësuam ne diçka nga kjo histori? A e kuptojmë ne se sistemet që detyrojnë njerëzit të tradhtojnë njëri tjetrin janë sisteme që duhet luftuar? A e kuptojmë ne se liderët që premtojnë shpëtim por që japin vetëm shkatërim janë liderë që duhet kundërshtuar? A e kuptojmë ne se e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, është më e mirë se gënjeshtra? Apo a jemi ne ende duke përsëritur të njëjtat gabime, duke ndërtuar të njëjtat sisteme, duke besuar të njëjtat gënjeshtra? Kjo është pyetja që çdo lexues duhet t'ia bëjë vetes. Sepse historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci nuk është vetëm një histori e së kaluarës, ajo është një paralajmërim për të ardhmen. Ajo na tregon se çfarë ndodh kur pushteti bëhet më i rëndësishëm se njerëzimi, kur frika bëhet më e fortë se morali dhe kur tradhtia bëhet mënyra e vetme për të mbijetuar. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu sot, 81 vjet pas atyre ngjarjeve, ne duhet të pyesim veten, a do të lejojmë ne që kjo histori të përsëritet? A do të ndërtojmë ne sisteme ku njerëzit detyrohen të zgjedhin midis tradhtisë dhe shkatërimit? Apo a do të mësojmë ne nga gabimet e së kaluarës dhe do të ndërtojmë një të ardhme ku njerëzit mund të jetojnë me dinjitet, ku besnikëria shpërblehet dhe jo ndëshkohet dhe ku e vërteta është më e fortë se gënjeshtra?
Kjo është pyetja që kjo histori na lë. Dhe përgjigja nuk qëndron në librat e historisë, ajo qëndron në zgjedhjet që ne bëjmë çdo ditë, në mënyrën se si ne trajtojmë njëri tjetrin dhe në llojin e shoqërisë që ne zgjedhim të ndërtojmë. Sepse në fund, historia nuk është vetëm për të kaluarën, ajo është për të ardhmen. Dhe e ardhmja është në duart tona. Por një sekret i fundit mbetet i varrosur në ato arkiva. Kush ishte vërtet njeriu që nxiti Enver Hoxhën të targetoj Vërlacin me aq urrëtie personale? Kush ishte figura në hije që fitoi më shumë nga shkatërimi i perandorisë Vërlaci? Dhe a është e mundur që tradhtari vetë të ketë qenë vetëm një vegël në një lojë shumë më të madhe, një lojë ku lojtarët e vërtet kur nuk u zbuluan? Këto pyetje mbeten pa përgjigje. Dhe ndoshta kjo është mënyra se si duhet të jetë. Sepse jo çdo sekret duhet zbuluar, jo çdo e vërtet duhet thënë. Disa histori duhet të mbeten të hapura, duke na lënë të mendojmë, të pyesim dhe të kërkojmë. Sepse vetëm përmes kërkimit ne mbajmë gjallë kujtesën, vetëm përmes pyetjeve ne shmangim harresën, dhe vetëm përmes kuptimit ne ndërtojmë një të ardhme që nuk përsërit gabimet e së kaluarës. Dhe kështu, historia e paktit të fshehtë të familjes Vërlaci mbyllet jo me një përfundim, por me një pyetje. Një pyetje që çdo gjenerat duhet ta përgjigjet për veten e saj. Një pyetje që nuk ka një përgjigje të vetme, por që kërkon që secili prej nesh të zgjedhë se çfarë lloj njeriu ai duan të jetë dhe se çfarë lloj bote ai duan të ndërtojë.